Nuk është problemi se shkon ti. Po në njërë shko vrasi vetë. Mirëmbrëma të gjithëve nga emisioni online më i ndjekur në historinë e njerëzimit, madje emisioni online më i ndjekur në univers. Ka pas emisione tjera kështu, para se të linë që këto, Marilyn Monroe, këto aktorët e tjerë, Jim Carrey me radhë, por prapë si ky emision nuk ka pas kur më të ndjekur ndonjëherë në planet. Por gjithsesi nuk desha të ndaloj tek kjo, desha të ndaloj tek 7-8 marsi. Si fillim njëherë, gëzuar 7-8 marsin të gjithë atyre që na dhanë dije dhe të gjithë femrave shqiptare në përbot, jo vetëm në Shqipëri. Madje edhe këtu du disa duar trekike. Dhe në fakt, teksa mendoj, më kujtohet shumë 7 marsi, kur kam qenë unë vetë në gjimnaz, që më fuste babi atë 5.000 lekshin, edhe unë fakt si legend që isha, 2.500 lek i masha vetë për me pi kafe, 2.500 lek i fuqa në zarf. Edhe kur vite babi më ledhe me prindër, rritja shifte me i sy, kështu që me demek të kam dhënë 5.000 lekshin, fol mirë për çonin, mos reago. Ndërko, zysha i folte ma keq se i kishte dhënë 2.500 nga 5.000 lek që i kishin dhënë gjithë nxënësit. O, zoti ma. Të merë. Ndërko, për gjithë femrat shqiptare, desha thoja diçka. Nuk mjafton që t'i bëjmë dhurat vetëm për 8 mars, duhet t'i bëjmë dhurat çdo ditë të vitit se shiqyr që i kemi femrat shqiptare. Duke filluar nga nëna, partnerja, gjyshja, motra dhe të gjithë femrat shqiptare që neve na bëjnë këta që jemi, se mbas çdo mashkulli fshihet një femër e suksesshme. Kam shumë vite që se kam thënë këtë thënie. Por, gjithsesi, në fakt unë nuk desha ndaloj tek kjo, desha ndaloj tek një fenomen shumë djallëzor. Si ka mundësi, mër vlla? Femrat kanë festa vit për vit, ditëlindje po. 8 marsi po. Shën Valentini po. Se mashkulli i bë dhurat, se femrat bëjnë e dhurat që simbolike. Ndërkohë ne meshkujt, po si s'kemi as i festë, vlla. Mo po, edhe për ditëlindje, mundësisht ne munojmë që t'i bëjmë dhurat tjerve. Po s'ka rëndësi, gjithsesi në fund të ditës, mashkulli është ai që e pyesin, a do e pagush qeran për sot? Lam nam. Gjithsesi, gëzuar 7 marsin gjithve dhe për gjithë të gjërat që u thash, ne duhet i marrim të gjitha në investigim, sepse edhe unë vetë kam pikpyetje. Dhe për të gjithë pikpyetjet që ne kemi në përgjithësi, tek një emër na shkon mendja, që në fakt unë e kam shënuar numrin e atij në telefonin tim për raste urgjente. Dhe është sigla dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës. Okej, ne sapo jemi rikthyer nga sigla. Në fakt unë jam shumë i privilegjuar sot për të ftuarin që kam, sepse është një nga miqtë e mi, si fillim, është një nga gazetarët më të mirë që ne kemi privilegjin që është në Shqipëri, që jeton në Shqipëri, se në përbot do kishim bërë akoma më shumë nami nga sa kanë bërë në Shqipëri. Është një nga investigatorët më të njohur që ne kemi parë në të gjithë televizionet shqiptare për rastet më të dyshimta që kanë qenë në Shqipëri dhe madje kanë qenë ndër të vetmit që ka fol në gjuhën shqiptare troç. Jam i nderuar që sot kam zotin Artan Hoxha. Artan, faleminderit shumë. Si ndihesh njëherë? Njëherë faleminderit për ftesën e dyta, kush ishte ky që the gjithë këto gjëra që ka bë, se mora vesh molla. Tash i meriton tani. I meriton me thonë atë që është. Se bëra shumë do thosh kush është ky molla se. Pa tash me thon drejtën e meriton vlla. Tash duhet me t'i thonë disa gjëra që vërtet i meriton. Në fakt, në njëherë, është dhe çështje fati, po kur e mendoj, sot, që më kam bërë dokumentar që nga televizioni publik javones, në HK, dhe më ka ngel fiksim se e shifsha në televizor, në HK është nga televizionet më të fuqishme në botë, televizioni publik javones. Dhe kam bërë dokumentar dhe unë kuptoj vetëm Artan Hoxha Sam, nuk kuptoj asnjë gjë tjetër atje, se është në japonisht dhe nuk pranohet ma jetë
në anglisht, sepse nga që ishte me pagesë, dhe nuk ma dha në kopje në anglisht, ma kanë vetëm në gjuhën japoneze dhe kam pa nga televizor, po nuk kuptoja asgjë brenda. Edhe pse kemi bërë një gjë shumë kështu interesante. Dhe fillon pra nga aty dhe mbaron deri te televizionet kanadeze, nuk po them këto që kemi në Evropë. Që kanë bërë një autobiografik për ty tani. Kanë bërë dokumentar, kanë kushtuar emisione të veçanta, ne vjen me qesh, domethënë kur e mendoj, sepse që kur e kam nisë profesion, kam patur të nguritur në kokë që unë do të jem pjesë e këtij gjirizit, pra tregut brendshëm ka Shqipëria. Pra po i ndaj me jam përgatitur si bretkos pellgu, jo për të qenë predator në oqean, as delfin dhe as peshkaqen. Kam menduar që dhe do të jem te ky treg dhe këtij tregu duhet i përshtatem në varësi të situatës. Pra bie shi mbushet pellgu, kam shumë ujë, mund të lëviz më shumë. Ka thatësirë, fahet ujë në pellgë, domethënë ti je i detyruar pastaj që duhet aty brenda pellgut të gjesh të qartë. Por ndonjëherë thash është edhe çështje fati. Gjithsesi ma ka dhënë fat edhe në Shqipëria, ma ka dhënë këtë mundësi. Kujtoj një rast kur kam qenë në 2011, mos gaboj, mbas ngjarjeve të institucionarit, dhe ishte kongresi, mos gaboj, duhet qenë kongresi i 6 botëror i gazetërisë investigative, dhe kujtoj fare mirë që ishte gazetar shumë i njohur britanik, i cili duke qeshur tha, juve gjatë një viti tha, kaloni në duar histori që ne na duhet gjithë jetën. Dhe ana bie mundësia të trajtojmë atë lloj historisë. Në fakt kishte drejt sepse Shqipëria dhe Ballkani në tërësi është tamam shpreha që e kanë thënë për histori në fakt. Por Ballkani dhe Shqipëria prodhojnë shumë më tepër histori nga çfarë janë në gjendje të konsumojnë. Pra ne prodhojmë pafundësisht histori dhe duke prodhuar kaq shumë kalojmë në obezitet pastaj dhe bëhemi ata që jemi të zhurmshëm, spektakolar në gjithë Evropën. Më kujtohet një histori se po më ngacmon kujtesën. Një grup shqiptar ka bërë një histori shumë vite më parë, kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili u bë shumë i famshëm në emisionin më të ndjekur në Amerikë, Most Wanted. Dhe pse ishin ca çuna nga Laçi, nga Dibra, pse ranë në sy? Çfarë bën këta? Këta trafikonin kanabis nga Florida dhe e çonin në kufi me Kanada. Shqiptarë? Shqiptar. Dhe si e bënin këtë punë? Çfarë bëhet? Këtë punë, për të bërë këtë gjë, ata kishin pajtuar 2 veteranë të luftës së Vietnamit, pilot. Ushtarak, që ishin nga 70 vjeç, 72 vjeç ishte tjetri. Që ishin pilotë? Po pilot, ushtarak, ata ishin pension, kishin marrë licencën e fluturimit me këto avionët e vegjël dhe e merrnin kanabisin ose marijuanën në gjuhë popullore ashashin. Nga kufiri me Meksikën dhe e çonin në kufi me Kanadan. Dhe tjetra gjatë ndjekjes u bëri FBI-ja. Edhe unë kam nxjerr ato plane këtu atëherë në emisionin Xhungël që bëja vet. Ta hynin në kazino në Atlantic City dhe të gjithë pinin me gotë. To pinin me shishe. Se më thonë dalloni kamarieri i çonte gotën, shkruajta ti çonte gotën, ai thoshte do me shishe, lizte me shishen për kazino. Pra në çdo gjë përpiqen ose jetonin në një lagje të varfër, por ndërkohë kishin blerë një makinë që bënte $50000, që nga ato që hapen dyert çu nga anës. Pra e kena tonën atë, e kena Pikërisht pra këtë po them që ne prodhojmë më tepër histori se që jemi në gjendje të konsumojmë. Dhe kjo pastaj na kthehet bumerang, na bie kokës. Ai duar trokitje të madhe shumë. O tan, me verën si e, se ne konsumojmë shumë verën, me thon drejtën si staf. Populli ka i shprehë, thot po ndej me qenë zëpleshta. Ua. Me ato personazhe që më takon më të merë, ata përgjithsisht për të treguar dhe nivelin dhe standardi që ka. Pinë më shumë ujë. Jo, ata pinë verat shtrenjta. Zakonisht janë të këto familja e Gajës edhe lartë ndjekin. Buja Gaja. Por duke ndërhyrë me ata, mëson pastaj që mëson Barolo, mëson Brunellon, pastaj fillon e mëson çfarë është vera e Kilit, e Cape Townit apo ajo e Kalifornisë. Ne me thon drejtën e kemi kështu nga këto, janë 2800 lekë 3 copë.
Gjithsesi, ne dhe ujnë që tipo pin tani e kemi nga qaf mali, që merret direkt nga qafa e malit në Puk, dhe është një nga ujët më të mirë që ne kemi në Shqipëri. Falenderojmë shumë qaf malin për mbështetjen. Edhe ulit në falenderoj atë, po edhe po ta merrin në qaf molla këtu mbrapa, prap ujë mirë ishte. Shkoni aq larg. Shqipëria gjithmonë ka pas bërime shumë të mira ujë. Por me verat, me thënë drejtën, ne nuk kemi fokusuar shumë sepse verat na vijnë gjitha nga jashtë këtu në Shqipërinë. Kemi verat e vendit, se unë koleksionoj dhe verat e vendit kudo që vete. Po. Kam filluar dhe kam bërë një goxha koleksion në shtëpi, mbaj edhe për kuriozitet, në fakt, për të parë deri ku po arrim. Kemi disa kantina të mira që dal nga dal po e rrisin standardin, por kam problemin që shqiptarët i kanë mbushur mendjen vetes që ne s'dim bëjmë verë. Edhe ngelet që ta pinë vetëm të huaj që vinë në Shqipëri dhe bën një verë shqiptare. Italiani ka pirë verë. Italiani ka verë, po ne si shqiptarë kemi rakin. Rakin si ne se ka kush. Brendin po, ai është brendi jonë kombëtar. Verën ja kemi lënë Francës në ne Spanjës, s'kemi punë. Ta majnë. Kështu që tanë gëzuar. Faleminderit shumë që ke ardhur. Ju lutem dhe vërtetën. Faleminderit që po më jep verë pa etiketë një herë. Jo, nuk është pa pulltan. Në fakt unë me thonë drejtën, këto nuk e morën, po unë thash përpara se të nisim intervistën me Tani, ne duhet kishim marrë të dy nga janë tiplum. Që ta vendosni? Ta kishim për siguri. Me teknologjinë e re që ka dalë, të killerave me pagesë, nuk të bën punë antiplumi, mos e harxho kot. Ç'a thua? Thjesht do bësh piska në tjera. Që mos u lëp kot. Zoti madh, e di. Antiplumi të mbron në goditje horizontale. Ndërkohë ne kemi futur në punë dronin. Ua. Tani kështu që edhe mbrohesh direkt? Jo, droni nga lart, si do mbrohesh nga lart ti? Jo, thash mos, ku di. Çfarë do marr helmet? Të sulmojnë. Po më rafti pik mo, o zoti ma. Jo, nuk të sulmojnë, vinë të marrin gjyrën e syve si e ke. Ua, të mërshme. Tani, cili ka qenë rasti i parë që i ke investiguar, nëse sigurisht e ban mend? Atëherë, që ja bëjmë çik qartë dhe shikuesve tanë. Që është bërë çik lëmsh me këtë fjalë investigim, se fjalë e madhe kjo. Dhe mua më vjen me qesh. Parë nuk është fjalë shqip. E dyta. Investigim nuk është fjalë shqip? Shqip. E dyta. Fjala shqipe është lajmi i thelluar. Pra, është një lajm që është gazetari ka punuar pak më shumë se një lajm i zakonshëm. Do me thonë, duhet të pyes ty cili ka qenë lajmi i thelluar jo ti parë. Them që t'ja bëjmë të qartë shikuesve që se kuptojnë shumë. Dhe po shqip kjo është, do thotë lajmi i thelluar. Sigurisht që nuk besoj që ti e di, unë e kam nisur si gazetar sportit. Unë e kam pasur Zoti nuk e dija. Të bëhem gazetar, e kam pasur ndër që fëmijë të jem gazetar. Kam pasur dy ëndër, isha o komentator sportiv ose gazetar. Komentatorin sigurisht do bësh Shako Hoxha u bë. Edhe the. Jo, nuk më duhej ajo në fakt sepse kur vitet e para, 2 vjet kam punuar, afër 2 vjet gazetar sporti, shkoja në stadium dhe shikoja te tribuna VIP. Dhe në atë kohë, për mua më ka kap ajo koha 96, ke parasysh 97. Jo, 98 kam lind do ta imagjinoj. Fal flas me gjëra të shekullit të kaluar. Dhe fillova të pyes se ora kush është filani dhe dinin gjitha ishin nga këta trimat e rinj që kishin filluar të merrin emër. U pëlqente të bëshin president klubesh sepse në ato kohë vlerësoi shumë kush rinte në tribunën VIP. Dhe aty rinin deputet, rinin ministra, rinin dhe nga këta që ne i quajmë të fortë. Dhe me kalimin e kohës, shumë duke ndër me gazetarët e tjerë, unë e kam nisë Sport Expressi, ka qenë gazeta që kishte koha jonë. Pra koha jonë kishte gazetën politike dhe gazetën sportive. Duke ndër me gazetarët e kronikës, dhe fillon, do mund hapi biseda. Thosh ai ka ndodhur kjo ngjarje, dëshohet filani. Kush më thoshën filani, po ai është presidenti filan klubi. Dhe kështu filloi dal nga dal dhe i moment thonë, po pse s'vjen teti nga ky sektori jon. Çdo aty ti. Dhe kur e pash tek kronika paguhesh më mirë se te sporti. Sigurisht. Atëherë thash, po çfarë jam duke bëu unë njofta. Po kaloj te ky sektori tjetër. Dhe në fakt ndodhi që në vitet 98, 99, 2000 janë vrarë në mos gaboj 5 president klubesh. Duke filluar që tek presidenti Berati që u vra para stadiumit
Dinamo. Pra, më njëherë mbas ndeshjes Tomori Partizani. Dhe ka qenë rasti Atentat, rasti i parë dhe i fundit që Tomori Beratit ishte për titull kampion. U vrai ndeshje shtesë. Normalisht Tomori humbi kampionatin. Por mos gaboj Edison Çoba që është vrarë më njëherë mbas ndeshjes. E ka vrarë tjetër një djalë që ka qenë ish futbollist ai në atë kohë. Ish shoferi i Edison Çobës dhe e bëri vrasjen në lokal, pak minuta. Dhe pse erdhi? Sepse presidenti Berati ishte një personazh që mbroi shumë, ruhej, sepse kishte probleme. Por ju desh që të vinte vetë atë ditë në ndeshjen Tiranë, sepse ndeshja ishte shumë e rëndësishme. Pse ishte e rëndësishme? Tomori do lonte me Partizanin. Partizani nëse humte, do binte për herë të parë në historinë e vet në kategoria. Dhe ishte një emër shumë i madh që do binte në kategoria. Ndërkohë Tomorit i duhej patjetër se nëse nuk fitonte, humte titullin kampion. Por ndërkohë paralelisht në Gjirokastër luante luftëtari i Gjirokastës me Tiranën. Dhe Tirana ishte pretendenti tjetër për titull kampion. Për të fituar. Nëse Tirana fitonte ndeshjen në Gjirokastër, shpallej direkt kampiona. Atëherë, personi që ndiqte klubin vazhdimisht në stadium, që ishte ortaku i Edison Çobës, I Beratit, pra i presidenti i klubit Beratit, pikërisht ai shkoi në Gjirokastër që të çonte sponsorizimin që Gjirokastra të luante fort ndaj Tiranës dhe ta pengonte Tiranën që të fitonte. Në këto kushte duke qenë ky njeriu që shkonte gjithmonë në stadium duhet të ishte në Gjirokastër, atëherë klubi duhet të kishin përfaqësues tjetër në Tiranë që të tregonte që dhe ndodhi ndodhi që sollon erdhi vetë bosi i klubit, i cili i vetmi rast që ai doli zbuluar dhe ngeli viktimi i atentatit, e cila për fat keq mori dhe jetën e një nga gjyqtarët më të njohur të Shqipërisë, Luan Zylfo, i cili e kishte ndeshjen e fundit. Mbaroi ndeshjen, ul për të pirë një birë se ka qenë nxehtë, mos gaboj atëherë. Ka qenë një lokal, t'ja e mban mend, pa aty ka qenë qendra autobusave të jugut, dhe ka qenë lokal ku rrinin shoferët, pasagjerët derisa niseshin autobuset. Dhe gjyqtari i ndeshjes Luan Zylfo, ndihmësat e tij, presidenti i klubit Beratit, nuk e di kush ka qenë dhe dikush tjetër, dhe autori mes policisë që ishte aty, mes rojeve që ishte arriti ta erdhi, vrau objektivin, presidentin e Beratit, vrau dhe gjyqtarin dhe plagos edhe një ansor i cili jeton sot për fat mirë. Po si ka mundësi Martan, domethënë kaq vend i vogël sa jemi ne, dhe ka kaq shumë kriminalitet, ka kaq shumë në përbot janë po kaq raste, por sigurisht bota është me një popullsi shumë të madhe, ndërsa këtu janë 3 milion banor, ka 3 milion atentate. Jo, ne nuk është se kemi, nuk është e vërtet kjo në fakt, se kjo është një psikozë që është formuar edhe për shkak të si them, mungesës rregullave dhe luftës që bën politika, kryesisht që bëjnë kundërshtarët politik me njëri tjetrin, edhe për shkak të qëndrimit medias, por në Shqipëri duket sikur ka më shumë ngjarje se sa në një vend tjetër, sepse ne jemi një vend i vogël dhe ne e njohim njëri tjetrin. E merr vesh direkt që ndodhi kjo, ndodhi. Këtu nëse ti publikon emrin e një personazhi, dikush thot unë kam qenë kafe me të, dikush e njeh, dikush e ka parë, dikush është sharme atë. Pra, ai është një personazh i njohur. Kështu tregoj një rast analog. Shkoj për herë të parë në Chicago, në Amerikë, dhe një shqiptar që kishte lind atje, kishte mbaruar akademinë dhe punonte në policinë amerikane në sektorin e krimit ishte. Dhe mbaj mend që ky do të më çonte në Detroit. Ishin televizion shqiptar atje dhe unë do shkoja të jep një intervistë te televizioni i Michiganit, duket, po televizioni i Michiganit, dhe duhet shkoja atje. Dhe vura re gjatë rrugës, në momentin që hym në Detroit, vura re që kur futëm brenda në qytet, na vitin makina të njerëzve me ngjyrë. Na afroheshin, na shikonin nga xhami, dilnin përpara dhe pastaj fap zhdukeshin. Ecën shumë shpejt. Dhe po më kujtoheshin situata që kishim kaluar në Shqipëri, që kur shkonin në një qytet të panjohur, vjen dikush të shef një ti identifikoj njëri kujt ti je. Pastaj të del përpara, shikon çfarë targë je, nga ke ardhur. Ndërkohë, unë e dija që makina në cilën kisha hipur unë përpara kishte flamurin shqiptar, sepse në Amerikë lejohet që targa e përparme ti mund të vësh emrin tënd, mund të bësh çfarë duash. Dhe ky kishte vendos flamurin shqiptar. Mbrapa kishte targën. Dhe në një moment i pyesur, çfarë duan këta më vllai, thashun, se po më duket sikur jam laçi, thashun, aty vin të shohin.
Dhe ai qeshë, dëgjon thamë, kemi hyrë në një zonë tha, të Detroitit, që ka nivel të lartë kriminaliteti, por tha, ata vinë na shohin edhe kur dalim përpara, shikojmë flamën shqiptar tha, largohen. Ua. Si ka mundësi thashë? Po sepse ka patur një ngjarje këtu tha, dhe 3 grabitës hispanik, meksikan ishin 2 duke dhe një Guatemala, kishin shkuar për të grabitur 2 shqiptar, të cilët kishin pasur me vete të dy së bashku $200. Mirë po, aty parimi ishte që zakonisht amerikanët që ja dinë vlerën jetës, ku në kanë mundësi të reagojnë, t'japin lekët dhe vazhdojnë punën. Ndërkohë ata nuk e dinin që shqiptare e mbron një lloj si 100 milion. Deri ditën e funit, si 100 lekshin. Edhe 10.000 lekshin. Dhe shqiptarët ja u kishin marrë armë dhe i kishin vrarë të 3. Dhe kjo është shënuar edhe në manual atje, dhe u thuaj që nëse keni të bëni me shtetas që vinë nga këto zonat e Ballkanit, ishte për grabicit kjo. Bëni kujdes sepse ata do të reagojnë dhe mund të rrezikoni jetën. Ndërkohë, në zonën që hymë në Detroit, ndodhin në ditë 5 vrasje. Nuk e thashë si ka mundësi që në këtë zonë ka kaq shumë krime. Shikoj thaj, ne dhe turistëve ne nuk i ndalojmë, por nuk ja u rekomandojmë të hyjnë këtu. Thashë po se kam parë në televizion, do të kisha 10 ditë në Amerikë. Thashë se kam parë lajme, çka kanali shef ti thë. Unë e thash CNN-in, Fox News-in. Shikoj thaj, këto janë lajme që japin mediat lokale, nuk i jep CNN-i, nuk i jep Fox News-i. Dhe prandaj ajo lagje kishte atë nivel të madh kriminaliteti. Kemi parasysh Detroiti para se të ndodhte kriza në Amerikë, kishte diku tek 1.6 ose 1.7 milion banor. Mbas krizës ngelen diku te 700-800 mijë, pra gjysma e qytetit, domethënë u largua për shkak të krizës ekonomike. Kështu që prandaj kur ndodhi një ngjarje në Itali ose në Gjermani, që janë vende me 65 milion apo 85 milion banor, do të jetë një ngjarje niveli të lartë që të bëjë hon kombëtare. Kurse atje janë shumë larg njerëzit me njerëzit. Kurse ne në Shqipëri kemi tjetër gjë, duke qenë ne e njohim pak a shumë njëri tjetrin, jemi dhe Ballkanos, jemi shumë kurioz, çfarë ndodhi, pse ndodhi. Ai ke pati sa herë të shkruaj unë ty, që aman ç'a ndodhi me këtë historinë, ç'a ndodhi me këtë. S'thash edhe magjin jemi shejtana jemi. Nuk është problemi se shkruan ti. Po ndonjëherë shkruaj vrasi vet. O vllaha. Më ka ndodhur se nuk i pëlqen variante vëllatët. Por pse më degeneron do. Pse rremën por se s'kam bra një, kam bra dy. Ndodhi një ngjarje më duket para një muaj e gjys në Fier, edhe vrasi do kishte qenë me Range Rover. Kishin shkuar, kishin djegur Range Rover dhe ishin larguar. Dhe unë bëj një shkrim dhe them shikoni ku dallon Fieri në krahasim me qytete të tjera. Vrasit në Fier kanë prezencë, nuk mund të vend me Fiat Panda ose me Ford Fusion ose Fiesta. A vajt me Range Rover dhe ka djegë Range Rover. Si njerëzit. Shiko koston, çfarë koston ka. Fiatën ta. Ja e kemi nga Fier regjizori, ne kemi nga Fier, prandaj qeshaj. Ke lidhje me këtë apo? Në mirë. Dhe tha shikoni, vetëm në Fier mund ndodhi kjo, dhe vrasja bëhet me Range Rover dhe digim Range Roverin, bravo. Pra, shikosto, priti ku dal. Ndodh ngjarja në Tiranë. Bë me biçikletë burri huaj ditë. Edhe duke në pamje të parë, ç'është ky killer që vret në mes bulevardit edhe ikë me biçikletë domethënë si. Mi po ai në fakt më rezultoi që ishte fan si kryetari i bashkisë, por ndiqte këshillat. Lini makinat, meni biçikletat, si biçikletash ka. Rregull, ba ikë me biçikletë. Sot në Tiranë 2 mjete ka për t'ikur ka vend ngjarje të sakta, të shpejta. Një është biçikleta, e dyta është betonierja. Po si ka mundsi? Këto janë 2 mjetet më të favorizuara që mund të largohesh. Po, domethënë, po biçikletat që ne si mund t'ikësh në një qytet të bllokuar nga trafiku, ku policia nuk të ndjek dot me çfarë ndjek i furgoni policie. Fluturon policia. Po. Edhe e bllokohet trafik. Motori po ashtu ka targ identifikohet me biçikletë, ai i hybi biçikletës në bulevard, iku nga kodrat e liçenit dhe fare mirë mund të ketë gjetur ty duke bë cross atje rreth rrotull. Kështu që më tepër ky është vrasës inteligjent, por kosto e këtij atentati krahasuar me koston e atentatit të Fierit, sigurisht që ky ka punuar low cost. Low cost, ai ka punuar me standard. I ka pas gjitha, po sigurisht. Hajde, ç'a bëhet në Shqipëri më, Ç'a ndodh në Shqipëri, ngelet në Shqipëri tham ne. Vetëm Tan Hoxha i di. Jemi një vend atraktiv, por jam mos i din gjithë. Ky është problemi. Unë përpiqem që të ekspozoj kryesisht krimet ku është e përfshirë politika dhe agjencitë e zbatimit të ligjit. Pra ku vrasit kanë dhe mbulim
ka mbrojtje nga policia, ka mbrojtje nga politike, pra janë ata vrasje që nuk kapen kurrë. Tan, këto janë po ato vrasës që kanë dhe një pushtet vetë cilët ti ke pas probleme vetë në ajo që për shembull ke pas presione, ku dëgjon. O as, kjo është pjesë e lojës. Shiko, si funksionon, Olsi. Nëse mbas një denoncimi. Se të gjithë stafi rishin kështu, sa mendum ne që do ishte ti i ftuar, që do na vije i ftuar në emision, thanë gjithë kështu, "Ur si ja bën ai vëlla? Ure sa ai del flet televizion, po a ka frikë, as ka frikë." Bodyguard po. Me blinde. Edhe madje më kanë thënë që Sander Franka i vetëm një lejon të hyjë me taksi në emision, në televizion. Është e vërtet? E ka jo për prej krimit të organizuar. E ka prej prokurorisë se erdhën më arreston studion e klanit. Se unë kam vetëm një armik, i kam armiq nga Por shiko, Shqipëria është një vend shumë atraktiv. Ne nuk do ta shohim vetëm me syrin negativ. Kritik. Do ta shohim edhe me syrin pozitiv. Pra është një vend ku ka aksion, ka kolor, ka ngjyra, siç ndryshon relievi nga kilometër në kilometër, siç kemi afër detin, liqenin, lumin, malin, ashtu kemi edhe këtë pjesën tjetër. Pra ne jemi brenda, si të mund, brenda asaj ADN son. Më kujtohet fare mirë një histori batut vjen drejtori e kreu OSBE-s në Shqipëri, një austriak që ishte që më parë konsulli i Austrisë në Shqipëri, dhe kishte mbaruar për albanologji, pra kishte qenë në Shqipëri që në kohën e komunizmit. Dhe pjesë shqipen shumë mirë. Moment Florian e ka pasur, mos gaboj, Florian Raunik. Momentin që vjen shefi i OSBE-s, mbledh stafin dhe u thot unë do të jem drejtuesi për mandatin në vazhdim. Detyra jonë thot është që ta bëjmë Shqipërinë një vend monoton si gjithë Bashkimi Evropian, sepse Shqipëria është një vend atraktiv. Kur marrë mandatin, i mbledh prapë gjithë stafin dhe thotë u kam mbledhur për të thënë që Shqipëria vazhdon të mbetet një vend atraktiv. Ne kemi dështuar. Unë që shikoj me sy pozitiv. Jo, unë shikoj vetëm me sy pozitiv. Unë në rregull jam. Pi verë Lundre dhe imagjinoa që po pi verë franceze. Ti sot me thënë drejtë nuk është se po më shoqëron shumë me verë. Por Artan, ka pas ndonjë rast kur një X çështje ka rezultuar aq e pavlefshme sa të shkthyer dhe në situatë komike. Pra, ke ndjek një rast, për shembull, edhe ke ndjek 8 muaj duke investiguar atë edhe ka qenë kot fare pa lidhje. S'ka pas asnjë gjë ai burri huj. Ka qenë thjesht një familjar me 2 gjuhë huj. Jo, më ka rastis ndryshe, se kam dhe freskët i histori. Ka të bëjmë me ngjarjen e fundit që ka ndodhur në Tiranë, mos gaboj para 2 javësh. Me të vrasin që ndodhi në bulevard, sa për përmend. Që ai 2 vjet që kërkoja lokalin ku kishte ky person. Ai nuk ishte i njohur me detikisht, media nuk e kishte sulmuar, madje deri ditën që u vra, po të hyen në internet mbi 90% të shkrimeve që mund të ishin për të, kishte poshtë emrin Artan Hoxha, nuk ishte unë e njëjtë, nuk ishte e njëjtë. Ai ishte një nga ato. Si mund ndodhi ndryshe? Ai ishte një nga ato nga ato dinosaurët e asaj që ne e quajmë sot krimi organizuar, që shekullin e kaluar, me pozitë shumë fort, se mos në trafikun e heroinës. Dhe unë kërkoja lokalin atë, i dija emrin e lokalit, po kur hyja në zonë, lagji kisha frikë pyesje. Dhe gjithmonë hyja në një lokal dhe takoja një mikun tim. Pse kishin dhe mbështetjen e sigurisht, dhe hyja aty dhe shikoja që aty kishte prokuror, kishte gjyqtar, kishte deputet në atë lokal. Po, kishte policë, shefa policie. Më bënte përshtypje dhe kjo më pëlqeu, më dukej lokali mirë. Domethënë po, vazhdimisht shkoja në zonë dhe kërkoja lokalin që doja. Mas 2 vitesh, fiks mas 2 vitesh. Unë po me një mikun tim, që po ashtu dhe ishte oficer i policisë, oficer i lartë i policisë, ai kishte banesën aty. Sa po jemi ulur, mbajmën, ulur në pozicion pak kishte një vend pak të ngritur. Sa po jemi ulur, porositëm çaj. Dhe shikoj vin 2 pjatanca me djafra, me prosciutto dhe një shishe verë barbaresco. Dhe po foty. Çfarë fletër? I them kamarierit, nga e kemi këta, më thotë. Apo çaj? E kemi nga pronari, tha. Ua. Pyes të,
Mikun tim aty, i thash. Oficeri. Ore kush është ky molla? Ai kaloi ndërkohë erdhi aty na përshëndeti. Vesh mbaj mend me ka pas një si xhup lëkura. Me pamje Babaxhani dhe iku. U sa e pash e njofa. Thashun, ky mos është filani më? Është Behari, është Behari ky po. Ço morë burr t'ia fusin vrapit, pse ky ideja, po ky është. Po kam 2 vjet që kërkoj lokalin. Çfarë thua? Dhe isha te lokali. Ç'a bëja? Lokali emrin e kishte nga përpara. Unë gjithmonë hyja nga mbrapa. Ua. Dhe nga mbrapa s'kishte emër ajo. Ku lokali filan, ule lokali. Lokali bardh me mur të bardh. Edhe hynim aty. Kur kisha 2 vjet fiks që rria në një lokal që unë e kërkoja. Dhe nga momente mbrapa, në fakt nuk pati gjithë gjatësi drejtë dhe lokali, sepse pati problem. Dhe ndoshta eksploziv pasaj, po në kohën që isha unë patëm lokali, ne pinim çaj rehat, nuk është se kishim. Shiqës pas kishim brenda. A di që jam kurioz unë tanë. Kam që fatë që për to. Kam ca kolegë që s'kam pas fate, kam një rastisë. Spartak Koka thua e qa dushti, por rastisi, po si rastisi nuk e ka ngoll, nuk e ka ndodhur vetëm Taku, ka dhe raste tjera, po tani Taku është, shiko, gazetari nuk e ka të përcaktuar qartësisht se çfarë rrugë duhet ndiki. Ky është një profesion që evolon çdo ditë. Pra, ti nuk e një shablon që duhet ndjekësh këto kritere që të mësosh lajmin. Ti do bësh çdo formë për të shkuar te e vërteta. Qoftë edhe ku është Bin Ladeni, do të shkojë te shpella, aty të flisim me Bin Ladenin dhe nëse do të pranonte ai, se shumë ka qenë vështirë kështu, edhe më nuk më kthehet. Tani ti e di se u ka El Chapo. Pranoi, ti jep të intervistë atij aktorit Hollywoodit dhe ngeli dëshmor, kështu që edhe kjo histori. Por të lutem, vetëm Spartak Kokën, të lutem, mos na prek. Mirë, si personazh ti e ke një personazh më të goditur aq kjo është. Eduard, tragedja për Spartak Kokën. E përshëndesim shumë. Është një Spartaku, unë e njoh që nga ditët e para që kanë një Spartaku gazetarin, e që te News 24 kanë punuar për një kohë relativisht të gjatë për Spartakun. Është një gazetar që në fillim në fakt kemi krijuar idenë që i kishte brumin e duhur për të bërë një gazetar i mirë, kishte ego. Ishte vazhdimisht si them kërkonte të ishte i pari, të spikaste, të ishte në ekran. Dhe kujtoj fare mirë që në kohën kur televizioni ndroi pronarët, unë nuk kam shkuar për të kërkuar rritje rroge për veten time, por të dyja herat që kam takuar pronarët e televizionit, dhe unë jam njëri që jam kundër pronarëve gjithmonë. Pra nuk i kam marrëdhënie të mirë, po të dyja herët që shkova tek pronari, kërkova që të i rriste rrugën Spartakun që të mos na i merrte televizioni rival. Gjithsesi Spartaku eci vetë dhe sot është aty ku është, bën një emision shumë të ndjekur, është në zhanrin e vetë. Ne kemi nevojë për atë lloj zhanri, se jemi të mbushur vetëm me emisione politike dhe emisione dashurie, showbizi, kështu që emisione dashurie i herë ka plasë dashnia modër Titano. Po s'po e morin vesh vëlla, puthu kne, putha ne, po. Shiko, tek emisione dashurisë ka i problem që e fshehin ato. Po. Mbas çdo si themon misi që del atje, qëndron një pis mbrapa në ata që merrim ne. E kuptova. Do të thënë teja ndoshta nuk është me Beartin. Nuk i di këto të fundit, nuk e kam idenë, po flas këto që kanë ndonjë dekorat këtu në një misa, në një kudi unë çfarë. Dhe ka qenë një periudhë që shumë prej tyre në fakt u bën lënda e parë jona, kontingjenti jon. Madje më ka rastis mbaj mend me një nga këto gocat e famshme të periudhës, që ju vranja 3 herë burrat e saj dhe u bë kështu pastaj si vejusha e zezë që po të jetoje me këtë, fundi të shkonte keq. Por ka qenë një periudhë, shiko, në fundin e viteve 90, fillimi i viteve 2000, ka qenë një periudhë që po thoj gjithë gocat ishin më të bukura, më të ekspozuara në media në atë kohë. Pastaj kishte shumë media. Ishin e dashura e atij të rrugës Kavajës, e dashura e atij të rrugës Durrësit, domethënë të gjitha këto ishin, por me sa duket standardi i jetesës që kërkojnë të bëjnë ato, vetëm ata mund të arrijnë atë lloj pagese. Shumica nga këto kanë kështu 2-3 shtëpia. Jo, nuk po them për shtëpi, por kanë këto butikët ose ndër lokale ose bare të shtrenjta ku nuk hyn njeri të blej, por ai nuk mbyllet kurrë. Por gjeneron 1 milion euro vit. Se di, çuditshme, ha? Në fakt unë madje te kjo doja dilja, ka ndodhur për shembull që ke pas një rast që ti e ke ndjekur dhe aty ka qenë
e inkriminuar dhe një femër. Shumë raste ka pas. Që kanë qenë dhe femra? Sigurisht, po A ka femra shqiptare që janë shumë kështu në për raste? ende nuk kemi një femër të kalibrit Griselda Blanco, Ua. të ati niveli, por kemi patur në shumë raste, kemi patur për shumë rasti i laboratorit që godit në fushkuqe i përpunimit të heroinës dhe të kokainës, kimistja, Femër. po punonte edhe në Kosovë, po më duket ja vu në emrin Big Mama diçka e tillë, pra ishte femër. Tallesh Po, ti. ka patur raste. Big Mama. Kam ndjek një histori mbaj mend në 97-ën, një vajzë do të ishte diku tek 17 vjeç ose 18 vjeç, edhe shkoi vrau 4 veta edhe ku në Ersek. Ajo është vrasje më e bushme se 4 copë mes qytetit, edhe vrau të fortë, nuk vrau një ashtu. E po, a ka pas e rast për shembull që e ka ditë ajo femra që ka qenë duke u ndjekur nga ti dhe ka dashur me ti josh për shembull dhe ka shkruar një mesazh, ka thënë kështu, tan, mund ta zgjidhim të muhabet. Një nga miq që kam patur që është në fillim kur kam nisur këtë profesion, se mos kam marrë me kriminalitetin, më ka lënë 2 këshilla. E para, mbaj gjithmonë gati në shtëpi ose me vete nëse ke mundësi, një paltuta sporti dhe një paruke. Gjithë ideja ishte për maskim. Dhe e dyta, nëse ta afrohet dikush, pra një femër, që ti, pra nuk je ti duke e kërkuar, po është ajo, dije që dikush ta ka futur. Edhe, kështu që ka qenë një periudhë kohë, sidomos ne nga viti 2008-2009, në viti 2011-2012, ku ndodhen këto ngjarje dhe 1 janar. Që unë edhe nëse shikoja dikë që më shifte pak më ndryshe, një femër një herë ktheja kokën në krau tjetër dhe mendoja kush mund ma ketë sjell mua këtë. Kush është duke ma futur. Kështu që femrat janë, shiko, 3 gjëra ka për të zbuluar një bos krimi sot. Po i kapë mjetet e komunikimit, pra telefoni, po i gjetë mjetet e televizjes, ai mund ta lërë makinën aty edhe për 8 muaj, por mbas 8 muaj do vi ta marrë i ditë. Është e rrezikuar dhe sidomos po i kape shijet e tij që ka për femrat. Kam dekonspiruar disa herë një hetim që është bërë për një rast në Durrës, është vrarë Marcel Sotiri. Ka qenë një nga personazhet me shumë emër në Durrës në vitet 90. Grupi kundërshtar e disi se s'kishte mundësi t'i afroje atij. E di çfarë i bën? Ata e dinin që ai pëlqente femra me të kolme. Dhe ja morën një mis nga një rreth, ja çuan përpara lokalit, ajo bënte plazh para lokalit që kishte Marceli. Vërtet? Po, dhe ky sa e pa me njëherë u josh nga ajo. Filloi ta çonte në shtëpi, krijoi një farë lidhje me të dhe ditën e fundit që po e çonte në shtëpi për ta shoqëruar deri në fund, për t'i dhënë atë puthin e fundit, ai zbriste nga blindi dhe bënte diku 3-4 metra, jo më shumë, sepse edhe ai dinte kishte. Jo për të takuar, për ta përcjell, sepse kishte makinë po çon. Po. Në atë moment sapo ka përcjell nisin në kthim e kanë vrarë. Pra, mënyra që gjetën është rekrutuan këtë vajzën, e cila pra kishte një pamje thash me shijet e atij. Pra ai donte pak me vithe të formuara, me gjoksin e formuar, ja gjetën fiks për masat e tij. Po si të duan gjithë. Dhe ajo e nxori në prit. Nuk e di se varet nga ka shije. Dhe karteli i Kalit ishte Dom Çepe dhe Dom Paço. Njëri pëlqete femrat, njëri pëlqete meshkujt, mos e çudi. Dhe ta imagjinosh. Mos nuk kemi arritur akoma në këtë pikë. Nuk kemi arritur. Drejta sa rrugë. Jemi. Shiko, pyetja ime tjetër që kam për ty Artan është si ka mundësi mërlla, unë sot e kësaj dite nuk e gjej dot përgjigjen. Çfarë ju bën juve Blendi Fevziu që i thoni gjithë atje? Shiko ç'a ndodh. Sepse ma bëj këtë pyetje, ma bëjnë edhe njerëz. Më fal që të ndërpres. Shkojnë te prokuroria. Më nuk e nxjerrin pikë llavi. Te Blendi, po ai është bëksholla si këto prift të rinj. Ka ndërpamje të para, nuk të duket se Blendi ka pamjen e një frati del që po ti vësh atë jakën tu. Problemi vetëm me Blendin është që Blendi nuk të lë të rrëfesh deri në fund. Në fakt ç'a ndodh me Blendin, ose te Blendi më saktë. Dashur pa dashur, unë kam dalë po thonë të gjitha
emisione, më nuk kam lënë kështu se shkoj edhe për shoqërinë të televizionit që e dija shumë mirë që edhe unë vetë që dili aty nuk e shifja. Po Blendi është emisioni më i ndjekur. Po, është vërtet. Në fashën e vet, pra nga ora ku del ai në 22 në 3 ditë javës dhe të njëjtën në orën 21, do është i pa konkurrueshëm në fashë orare. Emisioni televiziv politik më i ndjekur. Dhe duke patur parasysh këtë gjë, unë kam punuar shumë vjet e Newsit. Mund të bëja një ngjarje shumë të madhe për Newsin, mund të kisha një lajm shumë mirë, mund të zbuloja ngjarje shumë të madhe. Por efekti kaq ishte se kaq e kishte fuqi Newsi. Të njëjtën gjë, nëse unë e publikoja te Fevziu, po unë kisha 6 muaj të Newsi që thosha, "Ol si Bylyku është ky që thash." Mbreti i humorit, po. Ka si gati janë, sa të mbreti i humorit gati. Është personazh i dyshuar me Audin që ka vënë minën, ëh? Për zotin, për zot s'kam pik lidhje. S'dëgjonte, domethënë, e shikonin njerëzit, po nuk është se kishte efekt. Momentin që e thoshe tek Fevziu, pra, më mirë të punoje një ditë aty se sa të merrte 6 muaj të ulodhe Newsi. Kështu që problemi që kemi tashmë Blendin është që Blendi ka një gjë që e ka të fiksuar dhe nuk e di kush e ka fiksuar atë, por e ka gjithmonë. Pra ngatron edhe kur ka të bëjë me një ngjarje kriminale, edhe kur ka të bëjë me showbizin, edhe kur ka të bëjë me politikën. Nuk mund të kërkosh të njëjtin informacion. Jo thot ritëm, jepi pak ritëm, jepi shpejt. Audienca po te showbizi ti po përmend emra artistësh. Për shembull, unë kam emra skulptorësh, janë një rang më lart. Edhe tani mund të jetë duke bërë nami, kështu që duam çikëritë se palesa mos të duke u bë këtu. Është si batuta e cekës që Meksia kështu e ka, 1 në 3 vdesta. Palesa edhe tani mund të jetë duke u bë nami në YouTube-in tonë, mund të jenë gati 250, 300. Mos e mërzit se nuk i ndjek shumë rrjetet, jam i pandikueshëm ato. Po sepse ndryshe të unë e di që ndoshta nuk i ndjek, por po them diçka. Emisioni Europë with Olsi është një nga emisionet më të ndjekura online. Por zoti, ta them seriozisht. A e the ty? Megjithatë që të bësh shumë i ndjekur, duhet të punojmë çik bashkë. Na duhet një ngjarje. Patjetër. Kolegëve të mi më përpara që ishin më të rinj dhe u jep një si këshill. 2 mënyra ka për të bërë i famshëm. E para, ose duhet të ta thyejnë kamerën maskoke. Ua, ose duhet të marrin peng, pra duhet të kesh ngjarje. E kuptoj. Tani, po si mund ta zgjedhim këtë artan? Ta mendojmë, duhet ta mendojmë. Ta mendojmë bëshim një. Problemi është të marrin pengë dhe të kthejnë, se u ka se do të pëlqesh si pengë do të mbajnë aty. Se ka mendu kur madje tani më lindi si pyetje. Si ka mundësi që ti lëvizit me taksi? Ka një arsye kjo? Nuk lëviz me taksi, unë lëviz me mjetet e transportit publik i cilësoj dhe mundohem që sa më shumë njerëz të ketë aq më mirë është, futu aty me turmën. Ta thash hyn te këto 3 mjetet që ti mund të zbulosh dhe të kapësh njëri. Celulari, femra dhe mjeti me cilën lëviz. Në moment që ti ndërron vazhdimisht makinat, domethënë është një ka problem. Jo ka problem, je më i vështirë për të kapur, për të ndjekur, për të gjurmuar. Dhe unë e kam provuar shumë herë në kurrizë të punë sepse më kanë gjurmuar edhe këta të botës krimit, por më ka gjurmuar edhe policia. Kështu që në 2 raste sigurisht edhe policia. Unë vetëm vitin e kaluar kam qenë 6 herë në prokurori. Kam qenë 2 herë në SPAK dhe 4 herë në këto prokuroritë e tjera për ato parcelat me kanabis si mbyllje. Dhe prokuroria e kishte më kollaj që të vinte të korte pamjet e mia se sa të korte 20.000 rrenjë atje që shkonin 7-8 milion euro. Me mua nuk ishte kosto, ishte... Jam shumë kurioz tan. Nese pas nese nuk e di domethënë. Valla ai deri tani s'pa kam qenë peshku më i madh që ata kanë kap. Do nuk kanë vajtë në fillim. Ku punoj me matrapik lart. Ishe edhe ti. Okej, shiko. Jo isha për prokurorin kur kam hyra me idenë që shiko, kisha 5 vjet që mbështesja krimin e SPAK-ut. Dhe kur a ditë që hyra te SPAK-u, kur dalë mos pse ky që ka SPAK-u. U habit. Pas të njëjtin, mos tash ky që ka SPAK-u po ma morëm qaf. Në fakt ai ishte SPAK-u. Por besoj që me kalimin e kohës do të bëj në një ndryshim sepse nuk mund vazhdojë gjatë. Është një vend që edhe unë jam dakord me atë batutën e
i shefit OSBE-s, duhet bëjmë edhe ne dikur një vend monoton, nuk mund të rrim pafundësisht një vend kaq atraktiv. Kujtoj diku nga viti 98 apo 99 që shkoja në Bajramcuri, në Tropoj, isha në çdo 2 javë, unë isha 3 ose 4 ditë në Bajramcuri, për shkak të vazhdimit të ngjarjeve që kishte atje. Dhe ajo që më bënte përshtypje ka qenë një lokal aty në krah bashkisë, nëse ulesha këtë radhë me 6 veta në tavolinë, kur vija mas 2 javësh, 2 ishin ndërruar. Më ishin ulur 2 tjerë, pse ishin vrarë, ishin ulur 2 tjerë. Pra, nuk mund ndodhi pafundësisht kjo gjë, ose nuk mund të fshehin pafundësisht që arrestohet një bos krimi apo vritet një bos krimi i një grupi kriminal dhe ne mërmërisin për dhëm, shiko se këtu ishte edhe kjo vajza showbizit ose ishte edhe kjo tjetra. Nuk mund të shkoj pafundësisht kjo gjë. Kështu që dikur duhet vendosen disa rregulla, ora haka duhet vërtet tek i Zoti. Po sot kush nga vendet është më shumë nga vendet e Shqipërisë, domethënë nga qytetet e Shqipërisë, kush është vendi që është më shumë kriminalitet në Shqipëri? Jam shumë kurioz. Shiko, për shkak të kohës gjatë që kam i merre me krimin, pasi shumë kam ngel. Si njerë thon Fieri, njerë thon unë kam ngelur Korça jo. Kam ngelur i vetmi reporter me një kohës gjatë kaq të madhe, pa ndryshuar profesion, s'kam qenë kurras drejtores, kryedaktores, zëvendës kryedaktores. Kam qenë gjithmonë në këtë profil edhe kam qëndruar poshtë, domethënë. Dhe kam mësuar, dhe kam parë zhvillimin e kriminalitetit në vend, kam kaluar edhe në 97-ën, edhe ngjarjet e 2008-s, edhe ato 2011-s, Shqipëria ka pas disa pika kulminante. Me periudha të ndryshme sigurisht ka qenë vende pika kulminante, por për momentin kush mendon që është aktualisht në Shqipëria ka ecur shumë më tepër nga në çfarë kam menduar unë. Nuk kisha menduar ndonjëherë që unë do binte. Jo, një çerr, po e quaj me zhargon. Një çerr që e takoja te Kulaçi në Vlorë, sot mund të ishte në Kolumbi, në Meksik apo të jetë në Ekuator. Kështu që ata kanë ecur shumë më përpara, se ne. Megjithatë, pra Seneku, se shoqëria shqiptare në tërësi, ka disa klasifikime dhe disa nëndarje brenda tyre. Për shembull, paraja e drogave të forta, kokainës, ajo si sasi të mëdha dhe të menjëhershme. Ai sa disa grupe sot në Shqipëri nuk kanë problem të sigurojnë lek, por kanë problem ku t'i çojnë ato drejt lekësh. Se janë aq shumë. Si snaraj. Pra, që të mos përfundojnë si Escobari që i ka fshehur miliona dollar para 30 vjetësh dhe gjenden sot propos. Dhe do vazhdojnë të gjenden. Do vazhdojnë. Si snaraj herë ky hall mërtan. Thoj më mirë. Se ai ish hall. A thu? Është hall më vetë. Ku ti çosh? Ai ish hall që ti do paguash prap lek që të fshesh lekët. Pra, kështu që kur s'ket pak më thaj, mos kam, tona dha Zoti, ke justifikim. E ngroh zemrën. Por te klasifikimi që më kërkove, sot jemi në një situatë që duhet i ndajmë në varësi të ashpërsisë që kanë grupet kriminale, pra sa gjakësor janë ata, sa kollaj ta marrin jetën, pastaj kemi sa të sofistikuar janë ata. Nuk ma the përgjigjen, kush qytet është sot më... Po të bëj një klasifikim, po them, e kam thënë edhe herë të tjera, për mua qyteti që do të quaja universitet i krimit organizuar shqiptar, është Fieri, është qyteti më i strukturuar, Shqipëri, është më pak i zhurmshëm, sepse ata e cilësojnë ashtu siç është krimi, sidomos trafiku i narkotikëve, është një biznes i palishëm. Jo çdo trafikant droge është vrasës. Është një biznesmen i palishëm. Pra, ai që u ekzekutua para 2 javësh, Behar Sofia, pra tek piramida, ishte 66 vjeç dhe kishte për një kohë të gjatë, e diku i bënte takimet Behar Sofia. Tek lulishtja para stadiumit Dinamo, tek ajo ku rrinë dhe pleqt, rrinë dhe nënat me fëmijë të vegjël atje, aty i bënte takimet. Nuk të rishte vëmendjen. Pra, ky është qyteti më i strukturuar, kurse qyteti më i rrezikshëm për nivelin e krimit, sidomos të zhdukjes personave, zhdukjes të kufomave, ngelet Vlora. Ja kanë kaluar Shkodrës, për shumë kohë mendoja që ishte Shkodra, për shkak të, si them, të karakterit që kishin, por në Vlorë nuk e di më vlla, edhe kur do të marrësh vesh në një gjë aty nuk lodhesh, ulu në kafe, pija kafe, more ke dëgjuar rrotull, ata ti thonë gjithë çka ka ndodhur, po shikon ngjarjen e fundit që ndodhi në Vlorë.
A e pyeti ata vrasit, a ishin munduar që të ruheshin nga kamera, ata ishin para kamerës. Zero. Po, biles, a e ke ndez, po? Po, se nështë s'po na filmon. Kështu që ky është një problem i madh, se mos që ka i qytet, sepse është nga qytetet, për mua është qyteti që ka resurset më të mëdha turistike të Shqipërisë. Ka një të mirë që çdo gjë që ndodh e ka me njëri tjetrin, nuk e kanë me jabanxhit, domethënë me të ardhurët në qytet. Dhe Vlora ka dhe një veçori tjetër, që sidomos te kjo pjesa e ashpërsisë, pra te zhdukja e kufomave, tek motivi shumë i vogël për të marrë jetën e tjetrit. E kam diskutuar disa herë me 2-3 nga këta që janë nga si të mbosët më të mëdhenj të krimit në Shqipëri, dhe duke marrë intervistë, pyetja që i kam bërë ka qenë, po mirë më valla, nuk mundesh ti ai furnizon ti këta me mall gjithë. Po më tha unë i furnizoj. Po mirë më nuk mundesh ti thashë me ç'a çmimi e ke një lloj më e kam për gjitha. Po nuk i bën dot në një mendje më burrit thashë që të mos vriten mos. E kam provuar për disa herë tha. Kur janë në Europë tha, edhe i bin tha. Sa dalin në lungomare, parakalojnë njëri tjetrin tha i bin. Pra ky është problemi Prandaj shiko, jeta e një të riu sot në Shqipëri, duke klasifikuar gjitha qytetet, qyteti që jeta e një të riu vlen më pak është Vlora. Pra, më vjen keq që ja them këtë gjë, thash për gjitha ato resurse që ka Vlora, për atë histori që ka Vlora, traditë që ka Vlora, por jeta e një të riu sot kosto më të lirë e ka pikërisht në Vlorë. Me disa shitet një fyshek Kalashnikov në ata 7.62. Pra, tek ajo historia me Gërdecin, aty shiti diku tek 20 cent. Pa i bie diku tek 200 plumi. Pra një predh. Pa që mjafton për të marrë jetën e një person. Kështu që kostoja e një të riu atje shkon. Do të them sa i bi 200 lekë. 200 lekë. Pra, kosto nuk mund të ketë këtë lloj gjë. Prandaj thash në fier, vërtet e vranat apo erdhën me Range Rover, kishin aparencë dhe kishin me pas qef me të vrarë. Me pas qef me të vrarë. Është kjo në fakt nuk është për qesh, është për qarë, po në këtë situatë. Qarë, po ç'a të bëj? Qeshim se s'qajm dot, i thoni shpreje. Por me thënë të drejtën mund ças mendoja që është edhe Elbasani, edhe këto vende ças kemi dëgjuar. Dhe që bëj pak kujdesit tek ai emisioni si e ka Specialiko. Specialiko. Ashtu dhe. Pra, le të rikthehemi pas. Elbasani ka një gjë tjetër. Elbasani ka një lloj natyre tjetër. Qyteti i Elbasanit është shumë i shkëputur nga grupet. Pra, Elbasani po të fluturosh me dron, të jap kufit si janë të ndarë, zonat janë të ndara qartësisht. Këtë zonën këtu e ka Artani, këtë e ka Olsi, pra di qartësisht. I kanë të nda me punët, por aktivitetin kryesor e kanë jashtë, sigurisht parat vinë nga jashtë, por nuk kanë mbështetje në qytet. Pra, nuk bëhet gjithë lagja. Në Shkodër është ndame e ka emrin e lagjës grupet. Pse? Sepse gjithë lagja mendon që duke ruajtur bosin ruan dhe veten. Nuk e kupton që kjo nuk nuk është në interes të komunitetit aty, është e kundërta. Mirë, po kjo ndodh. Edhe ju duhet ta suportoni Ropo i Tholçit, se Olsi është. Zot lamnam. Artan, doja një mendim shumë të shkurtër, ndoshta ti ke folur shumë herë për rastin e Klodian Rashës. Po. Por do doja një mendim ose se si mendon se si ka ndodhur ajo ngjarje. Pra gjithë shqiptarët janë kështu, edhe pse ka kalu kaq kohë, gjithë janë ajër se si ka ndodhur. Shiko. Tamam ajo ngjarje. Dhe kush ishte fajtori për vdekjen e Klodian Rashës? Që në momentin që ka ndodhur ngjarja kam patur një bindje të plot, po flas pa hyrë shumë edhe tek informacioni që pa ta marr, që ishte një vrasje 100% e shmangshme, 100% e panevojshme. Që edhe në momentin e parë, kur u publikua akuza për oficerin e policisë, punonjësin e policisë, si oficer, për punonjësin e policisë. I Shqiponjës apo jo? Për punonjësin e policisë, nësa kujtohet, sepse e nxorën në kushteve mbrojtjes detyrueshme. Dhe kam thënë që kjo vrasje do të klasifikohet, dhe besoj e gjeni tek emisioni Opinione, kjo vrasje do të klasifikohet e vrasjet me dashje, dhe në fakt kështu doli, pra është vrasje me dashje,
punojësi policisë mund ta shpangte për çfarëdo lloj gjëje që mund të kishte bërë viktima. Klodian Rasha në fundit ishte një qytetar që kishte dalë një orë të vonë të natës, edhe pse kishte një orar i ndalimit policor, ishte thash një po se kape sot, punë e madhe do ta kapësh nesër. Ta kapësh pas nesër, ta zëm sikur ky ishte shumë i rrezikshëm. Jo ky, plus që vrasja ndodhet në një situatë të tillë. Ai nuk ka qenë i armatosur. Dhe kjo e penalizon policinë. Dhe për më tepër i ka ndodhur policisë son, policia shqiptare nuk shquhet për përdorimin e armës. Unë njoh shumë policë, mund të kenë vite të tëra në polici, dhe armën edhe kur e kanë me vete e kanë pa fyshek. Pra nuk e shohin si zgjidhje përdorimin e armës. Shiko, nëse kujtoni vrasjen në Selenis, të atij personazhi që vrau 8 veta, Renea nuk e vrau ato. Renea e arrestoi. Në Shqipëri heq dënimi me vdekje. Unë kam qenë një bisedë një radhë në emision të drejt për drejt me kryeministrin, dhe pikërisht e kam bërë këtë gjë dhe i kam kërkuar që pse në një vend që aspiron të hyjë në BE, ku sheqet dënimi me vdekje, agjencitë tona të zbatimit të ligjit nuk arrin dot të përballen me krimin. Dhe përgjigjja e tij ishte kokat hëngshin. Dhe përgjigjja ime është ti aty që ata të mos han kokat me njëri tjetrin. Sepse ata mund të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Pra, nuk është zgjidhje kjo kokat hëngshin. Kështu që edhe rasti Klodianit është një rast fatkeq. Ju e mbani mend çfarë ndodhi në Tiranë ato ditë? Absolutisht. Është një ngjarje që u përdor dhe pa diskutim të përdorur nga politika. Sa kryeministri u bë si themosi pjesëtar i shtëpisë aty, ishte pothuajse çdo ditë në atë shtëpi. Po, absolutisht. Kur s'kishte nevojë fare të ishte tek ajo shtëpia, thjesht të investonte që shërbimi policor që ka Shqipëria, së pari të paguhet mirë, punojnë si shkojnë atje të përzgjidhen mirë, se është problem shumë i madh që kemi ne sot, është fakti që ne i kërkojmë policëve tanë të sillen si policia angleze, kur paguhen vetëm 350 euro. Pra me 350 euro, imagjinoni se çfarë mund të bëj një polic dhe si mundet një polic me këtë pagë të ndjeki një këta që unë po i quaj boss krimi, që në një rrugë të vetme ai lëviz 20 apo 30 milion euro. Pra shansi që miu të kapi elefantin në këtë rast janë pothuajse zero. Megjithatë, duhet të inkurajojmë idenë e miut që diku do ta kapi elefantin. Do ta gjërmoj miu elefantin, po dikur e ka shpresën. Edhe Eduard Trokiti, ju lutem sepse kjo është e vërtet, nëse Rama po na ndjek tani, ndoshta s'po na ndjek sepse ai rri më shumë në Facebook edhe në Twitter. Rri më shumë në Twitter, por ne jemi në YouTube. Duhet ta kuptoj këtë fakt që duhet të ngrej rrogën e të gjithë policëve që t'i kapin këto të inkriminuar. Rama do t'ja ngrej rrogën atyre kur rastësisht ndonjë plumb mund t'i vëshëllejtë veshët. Derisa të ndodhi ajo, nuk do ta kuptoj sa të rëndësishëm janë ata. Sot ata i duhen vetëm si eskort para ose mbrapa. Kur ta provoj, se ne kemi kaluar sa etapa i kemi dikur, i kemi kaluar shumë shpejt. Mos gaboj, para një jave kam marrë e dynet pa gjumë, edhe duke ndjekur disa dokumentare, duke bërë materiale që kishe për personazhin ish komandantin e repartit special Beratat e Kuqe në Serbi, Legia, legionari Ulemek e ka ai, dhe pra ai urdhëroi ekzekutimin e kryeministrit serb Zoran Gjinčić mu tek dera e kryeministrisë. Pra kryeministrin cilin e kishin mbështetur, e kishin sjellë në pushtet, në momentin që e panë që ai po i tradhonte, atëherë ata vendosën ta ekzekutonin te dera e kryeministrisë. Dhe kjo shkaktoi një uragan popullor në Serbi, sepse lidhja me personazhe të tilla në humbje, dhe flasim që Ulemek nuk ishte një kriminal, vetëm libra ka botuar një 17. Dhe quhej Legia, në slavisht do të thotë legionari, se kishte qenë pjesëtar i legionit të huaj francez. Pra, si ne kemi për fat mirë, nuk kemi kriminalitet të këtij niveli, pra nuk kemi një repart të tërë të inkriminuar, siç ishin Beretat e Kuqe në Serbi, por duhet të investojmë, duhet të mbështesim dhe duhet të inkurajojmë që aty të shkojnë njerëz, të shkojnë të rinj, të trajnuar, të shkolluar, të cilët kanë pasion për punën që bëjnë dhe mbi të gjitha të duan vendin e tyre. Pra, ti nuk mund të jesh aty nëse nuk do vendin. Dhe nuk mundesh sot, pra ju shikoni policën në rrugë, nuk mundesh sot t'i kërkosh
të shkojë në polici një njeri që mbaron inxhinieri. Çfarë doaj aty? Për shembull sot dy sektorët më të rëndësishëm që duhet të ketë policia e shtetit dhe është gjëja që ne ndjejmë. Gjithkush është krimi kibernetik 1 dhe krimi ekonomik 2. Po të veshë Në Shqipëri, ç'është e vërteta krimi kibernetik, po thuaj se nuk funksionon fare. Jo vetëm nuk funksionon. Jo po thuaj se, po nuk funksionon fare. Dhe është një nga sektorët që është lënë, për mendimin tim, është lënë qëllimisht, sepse vetë kryeministri lundron në Twitter apo në Facebook, apo është njeriu që përshëndet dhe inkurajon këto faqet e memeve që bëjnë gallat dhe që bullojnë gjithë dynjan. Në fakt jo vetëm kryeministri, por në fakt edhe të gjithë liderat e partive politike sot po janë në fokus për të tërheq tregun e memeve. Për të dalë në mos më nxirr në Instagram se po gatuaj. Në atë fushë lideri mbreti për mua është mbetet qytetari digital. Është nona i sabotimit i informacionit fake. Kam një pyetje shumë drejt për drejt. Ke menduar ndonjëherë ty është politikës? Me thënë të drejtën jo. Edhe di se e them jo. Unë kam qenë i angazhuar në fillim me këto forumet rinore. Unë mendoj që tani, nuk e di se çfarë mendimi jeni ju, por ata që se mbaj mend ishte një figurë shumë e denj politike. Jo, nuk mund të apo jo. Nuk mund ta përballoj dot aty sepse aty është atmosfera, aty është krejt tjetër gjë. Pra aty së pari duhet të jesh yes man i kryetarit dhe duhet të kesh aftësi lek shqiptar thithse, ti marrësh dhe ti zhdukësh. E dëgjova një 2-3 ditë më parë, po ishte kryetari i LSI-s, më shumë që është numri 2 opozitës sot. Absolutisht. Dhe për ministrin numër 1 që qarkullon lekët në këtë vend, tha habuk veç. Për ministrin Amete. Dhe pse e tha këtë gjë? Sepse edhe opozita mendon që i vetmi ministri i qeverisë Rama, që është ai që ka lekët gjithmonë, është i vetmi që di dhe tabelën e pjesëtimit. Ta tjerë din vetëm të shumëzojnë, ai dhe pjeston. Dhe duke pjestuar, i lë të kënaqur të gjithë. Zot. Nuk është me të vërtet kam patur një lloj kurrese për politikën, po besoj nga viti 98-99, kur kam filluar të ndjej konferencat e shtypit, i shoh nga afër. Nga larg ata dukeshin njerëz shumë të mëdhenj. Nga afër ishte një zhgënjim shumë i madh, domethënë dhe ti aty e kupton që u bubukush në qeverisë ne, edhe shqyr me kaq, se mund të ishim edhe më keq se kaq. Unë mendoj që nuk është të thënë që ti jesh në politikë që të investosh për vendin tënd. Unë mendoj që Artan Hoxha, edhe pse nuk është në politikë, ka investuar mjaftueshëm për Shqipërinë, kështu që një dorë trokitje i lutem për Artan Hoxhën. Faleminderit. Unë ideja ime kryesore, domethënë, çuar kam nisë profesion, ka qenë që edhe prandaj nuk jam larguar. E kam menduar disa herë të largoha, me të drejtën. E kam patur mundësinë të largoha, to azilet i marr kollaj, më shkurt. Por nuk e di, prej punës kam lëvizur shumë në përbot, por gjëja që më ka lënë në, si them, mbresën më të veçantë është kudo që kam qenë, ëndrrat i kam parë në vendin ku kisha lindur. Edhe më ka ndodhur në Cape Town, për pasush Cape Town s'ka më poshtë. Është vetëm oqean, nuk ka më tokë. Aty ku bashkohet oqeani Indian me oqeanin Atlantik. Dhe çuditërisht në ëndër isha duke lëvizur në ato korrijat ku kisha lindur. Pra mendja ishte atje, pavarësisht se fizikisht ndodhesha shumë larg. Dhe unë mendoj që ky vend bëhet, që ky vend është atraktiv për shumë gjëra dhe për të thënë troç, nuk e di më valla, unë e kam bërë çike emigracionin herët, se janë hap kufit. Unë e dua shumë këtë vend. Nuk e ke iden, shkoj në stadium për të parë kombëtarën dhe sa herë ndohet himni kombëtar, do të them mua më mbushën syt me lot. Shqipëria më duket vërtet një vend jashtëzakonisht i veçantë, i bukur, me shoh me sytë e Shqipërisë, nuk e di mos e mund ta kem gabim. Por mendoj që ne duhet luftojmë aq sa kemi mundësi. Nuk është kot ajo
batuta e madhe Adeu fillon te pragu I shtëpisë. Pra ne duke ndezur se cili qiriri në shtëpinë e vet, do të jemi në gjendje që të ndriçojmë 28.000 km2 të Republikës Shqipërisë dhe më tej të gjithë hapësirën ku flitet dhe jetohet shqip në Ballkan. Okej. Tani shiko, kjo ka qenë ndoshta. Mos e po më duke vetë si mjalt grameno. Po, ke drejt. Okej, shiko, kjo është intervista, kjo është pjesa e intervistës më gjatë që ndoshta mund të kemi regjistruar ne. Është e vërtet? Është e vërtet. Dhe gjithë stafi janë kënaqë, ë? Na shef, është e parë që janë kënaqë. Jo, po desha thoni që s'janë kënaqë, se do t'i fusni alarm për bombë tani. Okej, vetëm se sigurisht se mos keni një gjë të çefur se ai qeni antidrog ças nxjerr, se ata fusin para ata. Jo, vllai, kemi pastru këtu, nuk kemi probleme kështu. Vetëm kemi shok këtu që pinë kështu. Nuk se qeni antimin që mbante garda. Nuk e di se ke rastisë. Jo, unë jam 98-shmër. Ti je 99. Kur vinte kryeministri Berisha për televizione, garda vinte 2-3 orë para. Dhe gjë e parë që fini kishte një policë që mbante diçka të mbështjellë me gazet, një gardistë domethënë, që ne kujtonim se kishte bukën, pa I fakt kishte një pajisje që ishte pajisja që tregon nëse aty ka armë ose lëndë eksplozive. E mbas aty hynte qeni I gardës. Unë me çaka I thosha Reksi. Dhe vazhdimisht unë them politikani më I rëndësishëm që unë kam foto në vend është Reksi qeni I gardës. E urrej, sinqerisht, I urrej fotot me politikanët. Nuk e kam të merr domethënë. Jam më mirë të dal me çfarë them me skifterat e bubçit me që kemi. Italisë janë më të fortë. Por po them I urrej foto me politikanët dhe hynte qeni I gardës dhe të gjithë aty unë në fakt karikoja gjithë televizionin që po hyrja I, nëse keni fshehur nëpër sirtar në një cop buk, në një çokoladë erdhi të hodh në fyt, sepse e kanë lënë pa ngrënë. Edhe nuk e kam mendin të gjej minën, e kam mendin të gjej ku ka një kothere buk. Okej, ky është Artan Hoxha në intervistë dhe në fakt sigurisht që ne jemi afër ditës verës dhe nuk e di se e feston ditën e verës? Unë jam pro festave, nuk ka rëndësi. E festojmë, unë jam bektashim më burë. E feston. Okej, unë do të sugjeroja një vend shumë fantastik, është Palmanova Resort. Është një nga vendet më të bukura që është në autostradën Tiranë-Elbasan, sapo hyj direkt te autostrada, djathtas. I di të gjitha hyrjet nga të gjitha anët. Palmanova Resort, një nga resortet më luksoze. Ndaloj shpesh me të drejtën, se mos e pjesa e karburantit poshtë, kur jam në lëvizje, tek pjesa e karburantit për barin që kanë aty. Dhe atë restorantin e shpejt, dhe te pjesa tjetër pastaj gjatë kur ndalesave të kur kam kohë më shumë, por që e kam parë fillimisht e kam parë me këtë syrin që e shoh unë. Valla, qa bëhet tu më, ku që në kjo valla. Dhe pastaj, e kam parë me 2 bi, pastaj e më afruar. Por Palmanova Resort, ju e dini që mund ta gjeni në aksin e rrugës Tiranë-Elbasan. Djathtas, sa po vazhdoni rrugën kur doni me shku në Korçë, për shembull, po Gradec, mund ndaloni direkt tek Palmanova Resort dhe për të festuar të gjithë festat që ju të doni, përfshi pishinën, hotelin, restorantin që kanë një super gatim. Këtë e keni nga unë personalisht sepse kam qenë vetë në restorantin Palmanova Resort dhe mund ta gjeni shumë kollaj, mjafton që të futen në Instagram me titullin Palmanova Resort dhe do e gjeni direkt aty locationin. Palmanova Resort, faleminderit shumë për mbështetjen. Bëj më thjesht. Direkt pa. Ose rrugën e vjetër thoj. Jo, e kanë nga rruga e re këto direkt. Një nga si them sulmet që është bërë, jo vetëm për mua, se ka shumë personazhe publike që në rast caktuar kur përballen sidomos me politikën, vjen në këto pozicionet e goditjeve në mbres. Pra një nga idetë është relativizo kundërshtarin, relativizo ose dekurajoje. Pra, në fillim të sulmojnë me këto komentet, pastaj fillojnë të sulmojnë të afërmit, familjarët, të trëmbin. Është problemi I madh. Ti duhet të mësosh, kujtoj një ngjarje që kur kam shkuar në shtëpinë nusja ime kishte hequr nga
priza dhe mikrovale nuk donte të kishte asnjë lidhje me rrjetin, sepse ishte sulmi aq i fuqishëm domethënë që kishte ardhur nga të gjitha anët. Ki parasysh forcat politike në Shqipëri kanë me qindra njerëz që pagohen për këtë punë, për të sulmuar në rrjete, për të dekurajuar, për të trembur. Pra, unë që kam qenë në gjyq me Fatosanën ja 2 vjet, që kam bërë betejë me Berishën, me Metën, me Ramën, shqyrë zotit. I fortë, ja? Me gjithë e kam parë këtë gjithë, nuk është se më bën përshtypje, po s'mund të them kur shoh fëmijët apo bashkëshortet në shtëpi apo prindrit. Babai më 76 vjeç dhe kur shikon që në lajme del një kërcënim për mua, sigurisht mos prit çai mbetet të bëj. Absolutisht. Kështu që këto janë të gjitha janë pjesë e një ingranazhi që synon të turistnoj, të trëm, të thyej, të dekorajoj. Edhe shumë kolegë tu që kanë tentuar të hynë në politikë janë para këtij dhe mua nuk më vjen hiç mirë domethënë që ata të sulmojnë për këtë gjë. Njëri sulmohet se është me PS-n, tjetri sulmohet se është me PD-n. O vëlla nuk mund të kenë mendimin e tyre ata si tifozliku i sportit. Absolutisht. Njëri është me Vllaznin, tjetri është me Dinamo. Tani ai e ka një mendim dhe po ti marr me emër se nuk kam mësuar me fol pa emër. Absolutisht. Julian Deda ka atë mendim. Po, për Partinë Demokratike. Inshallah bëhet deputet. Jam kurioz ta shoh si deputet. E sulmojmë pikërisht për këtë gjë. Më vjen me të vërtetë shumë keq. Por nga ana tjetër nuk më vjen mirë për shembull Juliani sulmon kolegët e vet, që është nga Partia Socialiste, Gaspajin ta zëm apo dikë tjetër, që po bën të njëjtën gjë po e bën nga krau tjetër. Pra, secili ne prandaj jetojmë në këtë lloj demokracie edhe pse është hibride, ka opinionin e vet, ne nuk mund të jemi të gjithë në një mendje, nuk mund të kemi të gjithë në njëjtin opinion. Kujtoj fare mirë që kur kam bërë debatin me Berishën të nesmen, I shikoja njerëzit të pataksur, unë thjesht kisha kaluar nxora stresin aty, dhe të nesmen isha me dorë në xhep isha në rrugë. Dhe njerëzit duke I hatau bubuça ndodhi. Sepse ne kishim thënë aty, ai më thoshte mua ti ke vrar filanin. Unë nuk pa akuzosha për çfarë mund lajm të rrem, pa akuzosha për vrasje. Po, sigurisht për vrasje. Kështu që madje ka patur një rast se vjen me qese edhe më kujtova. Marr një intervistë një personazh të botës krimit që nuk ishte një personazh për mua këtu nuk përfaqësonte diçka, ishte thjesht një nga këta që kur pite që llote me pistolet në ajër. Por ndërkohë në Parlamenti belg 3 ditë ministri I drejtësisë dhe ministri I brendshëm 3 ditë rreshtë nuk gjenin nderman nga akuzat e opozitës. Dhe unë shkoj marr një intervistë, ai ishte në kërkim në Evropë ndërkohë, e gjeta aty të lirë, e mora një intervistë. Të nesme shikoj statusin e qytetarit digjital që thoshte gazetari Arton Hoxha u pagua 40.000 euro. Ndërkohë për gjithë natën kisha shkuar në Himar. Ku I ke çu më burr, ku I ke çu? Kisha marrë një shtëpi që ishte pothuaj si bodrum. Dhe kur dola të nesmen aty njerëzit më shikonin çka keni më unë se kisha pa çka kishte shkruar. Çfarë? Ç'ne këtu, po këtë ka marrë tash. Ai ishte kjo është e madhe. Ishte sa gati sa çereku I kësaj. Po boll kishte 2 krevat edhe isha në rregull, edhe tualetë në rregull ishte. Dhe atë gjeta se arrita të gjeta tjetër. Dhe më thonë, po ti ç'ne këtu, je maskuar, që të mos, jo më vlla, këtu e kam zënë, po se ke pa, jo s'kam pa gjë, ma tregojnë. Atë kishte gazetari filan, thoshte, e kam marrë 40.000 euro. Kap telefonin, kërkoj numrin dhe I them. Po mirë më burr, ti bane 50, se ti si ke nga xhepi. Pse ma ul pazari? Si se I pazar Më na ul vlerën faktën. Bëj 50 më burr. Por ne sa kemi nis me Tan Hoxhën, tani do të shihemi pas pak që të shohim se sa jemi të aftë unë dhe Tan Hoxha për një investigim direkt live nga studia Ropull Tholci. Shihemi pas pak. Sigla. Atëherë që shikoni stafi, edhe ti Artan, ne jemi në një shqyrtim ngjarje. Si që shikon, këtu kemi disa nga ngjarjet tuaja dhe mendojmë që ti je më I miri I investigimit të ngjarjeve, si që është ky rasti këtu Artan Hoxha publikon videon, si donin të ekzekutonin biznesmenin. Edhe vënderi nuk është keq, mos të kalove edhe më mirë. Jam me frymë edhe politike, mjafton pjesëmarrje. Okej. Tani, kemi një ngjarje që do të na e prezantoj zonja X. Dhe ne duhet të gjejmë shkakun. Pra çfarë ndodhi në atë ngjarje që solli këtë gjë? Një burr me të zeza futet në aeroport. Të gjithë njerëzit e shohin çuditshëm, madje edhe vetë policët.
Burri kalon i qetë check-inin dhe nuk konstatohet asnjë problematik. Ngjitet në avion, shkon në tualet dhe del sërish nga tualeti. Ulet në vendin e tij dhe pas pak momentesh ai ngre duart lart dhe thot disa fjalë. Ndërkohë, dëgjohet një zhurmë e çuditshme dhe pasagjerët e tjerë janë të zverdhur e të panikosur. Çfarë ka ndodhur? Pasi bë skenarin si ai inxhinieri izraelit i MC Ketcher, i filmeve. Vetëm ai hynte në aeroport dhe dilte me një valizë në dorë shumë serioz, hynte te avioni, shkote te tualeti dhe kur dilte nga avioni, i jepi lajmin në Shqipëri që ka ardhur izraeliti i Mossadit. Por ne jemi në një ngjarje, çfarë mund të ketë ndodhur këtu? Mund ta përsërisësh pak të lutem? Jo, nuk është se çka ka ndodhur, se ajo e jep domethënë pak a shumë Çfarë mund të ketë ndodhur? Skenarin. Ajo duket si ato butonat në montazh i ka ngrirë të gjithë të tjerët. Zakonisht shumë skena që ka në filma turq që s'del policia xhikundi aty. Ata vritën e pritën, po policia s'duket. Kështu që edhe në rastin konkret kemi të bëjmë një skenë imagjinare, por Absolutisht. Gjithsesi, domethënë duke patur parasysh që ne nuk kemi kamikaz. Ky personi që ka hyrë ka vendosur në një minë në trup dhe ka zverdhur gjithë avionin, i bie të jetë në një nga këta taxhikët që erdhën këtu ose nga Kirgizstani. Absolutisht jo, është e gabuar. Shpërtheu mina, iku avioni. Kush tha që aty ka mina? Jo, nuk tha njëri që ka minë. Veprimi që bëri ai, shkojnë në tualet, pra hyri në avion, shkojnë në tualet, koha e mjaftueshme për të bërë instalimin dhe lidhjen dhe nga ai moment del dhe ulet nëse dilet e vet, ngret duart lart, ka drejt. Dhe njerëzit zverdhen. Pra, por tualeti është edhe për nevojat personale. Sigurisht po themi pse duhet zverdhen të tjerë, se ai nuk mund t'ja ketë fut asaj që groshës aty dhe avioni u zverdhen. Ndoshta avioni dhe pasagjerët u zverdhen? Si? Ndoshta pasagjerët u zverdhen nga që u nis avioni? Në Shqipëria nuk zverdhen pse niset avioni. Po t'ishte në aeroport tjetër, po. Atëherë kush është përgjigjja e vërtet? Personi në fjalë ishte një prift. Ishte prift? Ishte prift. Pas ka qenë prift. Po ju ku gjet atë dilema? Po mirë, pasagjerë çfarë ishin së mbas logjikë? Priftëresh. Jo, i bie ishin gjithë hoxhallar që u zverdhën nga prifti. Okej, kaloj pak te dilema tjetër. Një djalë i ri që jetonte me të vëllan binjak, po hante darkën në shtëpinë e tij kur dëgjon krismë armësh shumë pranë shtëpisë. Del menjëherë jashtë dhe kupton që krismat vinin nga shtëpia e ngjitur e shokut të tij. Futet brenda dhe konstaton që shoku i ishte vrarë, por aty nuk kishte asnjë armë krimi. Nga dritarja arrin të shohë një person që ikën me vrap dhe ndjek. E vetmja gjë që arrin të përshkruaj ishte veshja, pasi ishin identike me rrobat e tij. Ikën në polici, bën përshkrimin e personit dhe kthehet sërish në shtëpi. Pas 2 ditësh, vëllai i tij, binjak, ekzekutohet nga një efektiv policie. Çfarë ka ndodhur? Bie që vllai binjak është dëshmitari i ngjarjes parë. Diçka e përafërt, por jo e vërteta. Dhe ishtë dashtë për gry kusurin e vrasjes vllajt. E dëshmisë e vllajt, se kështu i bie. Në vërtet? Jo. Akoma më e rënduar situata. Na jep Që janë binjak. s'ka lidhje me që. Ha? Nuk ka lidhje thjesht ajo që janë binjak. Rrobat e vrasësit ishin të njëjtat që ai kishte në shtëpinë e tij. Po prandaj, po pse u vra vllai? Po pra. Shoku. Jo vllaju. Mbas 2 ditësh polici vrau vllajin apo jo? Po. Po pra, për këtë do të shkojmë nga pasoja që të vëmë te shkaku. Pse u vrau vllai? Pse polici erdhi dhe vrau vllajin. Atëherë variantet janë 2. Ose i vllai ka pas veshjen
e të vllajt dhe ka bërë ekzekutimin e parë, ose... E vërtet. Bravo! S'ka mundësi. Kjo është? Po, Binjaku vrau vllajën e shoh. Si ka mundësi më për? Në Shqipëri jetojmë gjëra që ndodhin. Okej, kemi dhe historinë e tretë. Unë jam kështu out fare, unë s'merrem fare me këtë punë, Ja thjesht lëre logjike, ndiq si punë shallë, ndiq lëvizjen e kundërshtarit edhe E zgjedh, ë? jo gjithmonë e zgjidh, se prandaj fiton kundërshtarit. Po s'janë kod gjithë të artikuj re. Haj herë tjetra. Një avokat mbrojtës në Amerikë gëzon për punën e tij. Ati i pëlqen drejtësia, i pëlqen të ketë të drejtë. Zakonisht ai mendon se e drejta dhe e gabuara janë me të vërtetë të lehta për t'u dalluar. Pastaj, ai përfundon duke përfaqësuar në gjykatë një djalë të ri, i cili qelloi dhe vrau një grua të moshuar dhe pretendon se ishte për vetmbrojtje. Kush është me të vërtetë djali i keq? Del të përfaqëson në gjykatë një djalë të ri, I cili qelloi dhe vrau për vdekje një grua të moshuar. Dhe konsiderohet se ishte për vetmbrojtje. Çfarë duhet gjejmë ne tash, më fal? Kush është me të vërtetë personazhi i keq? është avokati apo është djali? se plaka ka mbaruar punë, edhe po ti të keq. Duke pasur parasysh që legjislacioni në Amerikë është krejt i kundërt me Shqipëri. Pra, në Amerikë nëse të hyn në territorin në pronën e dikujt tjetër pa leje, po pa leje quhet si kërcënim në shkelje e pronës, quhet si rrezik nëse personi tjetër nuk ka rëndësi fare mosha, domethënë nëse personi tjetër ka hyrë pa marr leje, nëse ti ke një armë me leje të regjistruar, po ashtu kemë edhe mundësinë domethënë mund ta përdorësh dhe mund të luash me rastin që unë e përdora në kushtet e vetmbrojtjes, sepse mund të cënua prona dhe. Kjo nuk është Shqipëri? Jo, në Shqipëri po vrave nuk ka ne po thuaj një lloj të çmendit. Unë e kam parë në Afrikë të Jugut, ata kishin një variant më interesant akoma. Kishin një tek dera e shtëpisë, një baner diku tek 1 metër katror, ku shkruaj qellojnë pa paralajmërim. Pra nëse ti nuk ishe njoftuar paraprakisht të zotin e shtëpisë, ata mund të të qellonin pa kryesisht kjo ishte tek zonat e të bardhëve. Kështu që në rastin konkret, pra djali i keq bie te avokati. Unë nuk e di as vetë këtë përgjigje. Apo si është përgjigja vërtet? Nuk e di? Si është përgjigja jote, Artan? Në rastin konkret i bie tjetë avokati, sepse po mundohet të fshehë një të vërtetë. Ndryshe nga parimi që kishte predikuar ai deri në momentin që mori atë klient. Unë një tip Ciceronje jam, investigatori është tani. Ja bëjmë. Zgjidhje, prisim. Bëj telefonat një miku, cili është varianti tjetër? Qa opcioni ke? Shiko, do e zidhon tani, do marr Spartak kokën. Merë kjo Po se kam numër, si t'ja bëj tani? Si t'ja bëj, na duhet një përgjigje pa tjetër. Mundohet marrësh numrin e avokatit. Mendoj që mund t'jetë, kjo që thot tani, mund t'a quajmë si përgjigje? Mund t'a quajmë. Okej. Do shihem pas pak, pas investigimit që bëm, ne do të kthehemi pas pak në rubrikën personazhet. Okej, sa po mbaruam lojën me Tanin dhe tani jemi rikthyer tek rubrika personazhet. Ti ndoshta kur them personazhet, ças mund vinë në mend që unë mund të nxjerr në ekran tani. Hajër që? Asnjëherë nuk do nxjerr ato që mendon ti se larg qoftë. Po i dini se mendojmë bëhet çiti. Okej, shiko tan. Ne kemi menduar në një rast të kundërt, sikur të kishe një profesion tjetër, po ja fusim kot. Ti si Tan Hoxha, po ja fus kot, nëse do të ishte Tan Hoxha balerin. Si do të ishte Tan Hoxha? Do të shkonte një profesion baleti? Shiko, maksimumi nga vendi që jam unë, nga origjina, unë jam Skerpari, ne deri te Ermonela Jao kemi arritur, kemi zgjidhur balerinë.
Do një soprano e mund ta nxirrim ne. Nëse Artan Hoxha do të ishte aktor, do të fitonte çmimin Oscar. E kam bërë këtë, po e kam tentuar ja 2-3 kështu. Si aktor? Po kam lujt, edhe pse nuk ka lënë ndonjë rol. Kështu po duhet emrin atje. Brada, mia dash mundsinë. E kam bërë. Okej. Nëse Artan Hoxha do të ishte këngëtar. Sa bukur. Më mirë të kaloje te këto te Ylli Baka, këngëtar popullor. Me veshje e kështu kombëtare. Ti do të shkonte më shumë në një nga këto këngë kështu. Unë ju gjej aty ku jeni. Nëse Artan Hoxha do të ishte politikan. Sa në të vërtetë po shikon, unë kam një problem shumë të madh me kallapin, kështu që nuk më ngjit fare. Nuk mendon se do të shkonte ky pozicion Artan? Ta tha që herë çfarë mendimi kam unë për politikën. Kështu që Okej, u krye. Nëse Artan Hoxha do të ishte një prift. Maksimumi deri babat e qe mund ta pranoja. Mos më kalon dhe. Prift është fevziu ta thash. Rrefeu. Nëse Artan Hoxha do të ishte doktor. Sa interesante. Se kam parë asnjëherë vetëm. Pastaj këta herojnë të kohëve të fundit, doktor Pipero, këta janë të pa konkurrueshëm. Një do artrokitje për doktorët, ju lutem për. Nëse do të ishte piktor. Artan, nëse do të ishe piktor, sot mund të ishe kriministe. Mendon? Një shkallë më lart do m'pëlqente, skulptor edhe me gdhëndje kështu, më mirë. Por më pranueshëm. Por skulptorët nuk është se i kemi pa në poste drejtuese, ndërsa piktorët sot i kemi pa në poste shumë drejtuese. E ke gabim zotëri. Skulptori ka lindur piktorin. Babai i piktorit ishte skulptor. Mos harro. Edhe skulptor Alamet skulptori, skulptor kështu nga dha. Jo skulptor si ky piktori që bësh garravina. Okej. Tani Artan, besoj kaq kemi me personazhet e Artanit, por unë do të Si gjithë profesione pa lidhje më fare. Shekap ai kështu më Po çfarë them unë shketi? Çfarë profesion është? Hidraulik. Banagier, shekap kështu. Ja. Suvazhi, shekap lutem. Ashtu, nuk merrni. Kultivus, Kuptoj. Nëse do të ishte agrokulturë, kupton? Jam shumë kurioz nëse Artan Hoxha do të ishte bos droge. Sa interesant do ishte. E vështirë, nuk e bëj. Nuk është punë e lehtë. Shikotan, unë e di që ti je marrë me investigimet ndoshta me personat me precedent penal shumë të fuqishëm. Por unë jam shumë kurioz, pse nuk jeni marrë me njerëzit të cilët vetë e kanë pranuar këtë gjë. Për shembull, kalojmë tek rasti i parë. Shikoje pak se çfarë thot ky djalë në këngë. Kur ke kriza kur u kall Lazarati, i 100 kila rabi, ku shipruni, babi. Që e ka thënë Gjiko këtë këngën. Ky Gjiko, për shembull, pse s'merret në investigim? Shiko, ma thot pak të rabi, se se përkthej do. Rabi, bari. E ka kështu. Domethënë, kur ke kriza kur u kall Lazarati? Se njoh një rabi atje, thash mos e ka për personazh vërtet nuk. Na morim qafa aty. Jam shumë kurioz, ë? Njoh një Abaz atje dhe çka kemi me Abazin. Jo. Abaz Rabi ka. Jo, çuçi ne nuk përmendim kështu emër. Jo, edhe ai personazh i nderuar atje. Po atje. Po jam shumë kurioz, për shembull këto këngëtarë që përmendin këto lloj. Shiko, pse nuk merren investigim? Tek të investigojnë këngëtarët. Po valla, ç'a thot ky? Kur ke kriza kur u kall Lazarati, 100 kila arabi ku shipruni? Babi. Un kam parë këngëtar. Atje tu i punu vet. Çfarë fletër? Tu i punu, jo tu i bë tekst, po duke punu vet. Pra po i qisin bukën e gojës, mallin e gojës. Do aty vet. Pastaj ti harrove përgjimet e antimafis italiane? Zuri? Ku adi që unë i quaj karteli Labëria, Ylli Bakën thoshin nuk do të japim cash, moneda, do të japim mall. Okej, kalojmë pak tek personazhi tjetër. Shi çfarë thot Noizi Artan? Thot eci ronsi 100 kile, zbëjmë transport në 100 kile. Puna e pastër nuk ka hile, e bardha e shile, e bardha e shile, e bardha e shile, se kjo këngë është super bukur.
Si mendon, duhet marrë ky person investigim. Që kam përshtypjen që disa nga këta këngëtarët që bëjnë këto tekstet, që për fatin, mendoj unë për fat keq, janë bërë dhe trend. Pra unë i quaj, kur debatoj me dy djemtë e mi, unë kam 2 djemë dhe i kam të rritur. Kur debatoj me djemtë e mi, them që këto këngëtarët që veshin mbathjet si për pantalonave dhe kanë atjerën si për xhaketës, se kështu më duket. Këto në ëndër në fakt këta janë për gabimisht repera, si quhen. Sepse ëndra e tyre ka qenë për të bërë boss droge, boss krimi të organizuar, një aktiviteti tjetrit, trafik armësh. Pra, këta nuk kanë mundur dot të konkurrojnë aty ku e kanë pasur ëndrën. Rregull, sa është i vështirë. Dhe kanë gjetur këtë rrugën tjetër, sepse duke kënduar në këtë formë, ti prap ke mundësi të rrish me ata, të marrësh nga malli i tyre dhe të t'japin dhe nga lekët e tyre. Kalëm pak tek teatri, stresi thot. Si e thot stresi, fal. Nëse doni barin më të fortë Shqipni, hajdeni te une. Ky e deklaron vetë, mor vlla. Pse nuk merret investigim ky? Jam shumë kurioz. Po shiko, duhet pyetur këto të prokurorët e SPAK-ut çfarë muzikë dëgjojnë valla, mos janë akoma Gaço Çakon ata valla. Jam kurioz, pse ju, domethënë, nuk e merrni në investigim njerëz që ja thon drejt për drejt këtë gjë. Vërtet e kam këtë gjë. Po se janë të pabesueshëm, kupton sa keq ata. Ta janë të pabesueshëm burr, nuk i merr njëri seriozisht. Ma ve pak atë tjetër, ma ve atë rastin tjetër. Ato gjumë kur fleni 3 me në ëndrës, unë i kom 2 hekra mrena çantës për me la hesapet e mesnatës. Kush është ky Vinz, çika? Vinz është ky. Në Angli këto. Në Angli këto janë grupi strukturum kriminal. Vllaja, di çfarë bëjnë këto për zotin Albaniës? Këta janë po, më kanë nxjerrë një shkrim atje bashkë me këta, po. Prit se ka qenë shkrimi, po Piranjat nga Tirana. Kështu e ka pas titulli. Këto janë të kapë vlla, në rregull janë. Mbaj mend këto gazetarë anglezë që erdhën takon, dhe ato kishin parë këto në Instagram, kështu, dhe mi paraqitën këta si UFO, Ua. I thashë, nuk i njohim ne këta. Pse më thamu? Sepse i thashun, këta merrem gjithmonë me rrugica, nuk kanë dalë akoma te bulevardi. Kështu që në këto nivele më mirë, ne nuk përfaqësojnë një problem të madh për neve, tash këto janë problem për juve, sepse duket sikur konkurrojnë tek rrymat muzikore. Madje, unë mendoj tjetër gjë. Iso polifonia labe nuk konkurrojnë dot. Kështu që kemi më rregull. Madje unë mendoj tjetër gjë, që këta që janë jashtë, mendoj që rrisin GDP-n shqiptare, se vin këtu i udhin këtu. Me thënë drejtë. Shiko ç'a ndodh. Sigurisht që ata që janë jashtë janë një burim i madh të ardhurës, nuk po them burimi kryesor për gjithë tjerët që janë brenda. Sepse po të mos ishin ata, sigurisht edhe tek kjo zona që erdha unë sot që ngela kështu wow, thosh si se di kam këtë zonë. Ç'a flet? Ç'a ka ndodhur dhe gjë e parë ishte ai, kush i jep lek këtu më valla. Pra, në rast se nuk do të ishin këta, shtëpitë në Shqipëri nuk do kishin këtë çmim që kanë. Makinat në Shqipëri nuk do të ishin këto që janë në qarkullim. Trafiku nuk do ishte ky që është dhe pretendimet e personazheve të showbizit nuk do të ishin këto që janë. Kështu që në sajt të tyre jemi në rregull. Është fiksa ajo shpreha Shqipëri mos ki frikë se ke djem në Amerikë. Kalëm pak tek teksti tjetër. Buta, qa thot Buta, është një reper, thot, unë kom shi drog në banes nonës, unë kom shi drog djali dajës. Problemi është, qa vlerësimi ka pas djali dajës për mallin e tij? A vazhdon të strofa tjetër kjo? Apo jo? Kalem të teksti tjetër. Shivi sekund, çfarë thot Getoar Selimi, Getoari thot, paret nuk harxhohen, vetë që ju ndrohet thesi. Njerëz të mi të marrin, njerëz të mi të shesin. Me trafikim. Trafikim, a vlla. Çfarë bëhet kështu e? Ti menove Fieri, po kjo Prishtina po na konkuron? Shiko, ata kanë tjetër degëzim, sigurisht që janë bërë qytetarë të qyteteve tona. Edhe në Fier, ke lagjen e kosovarëve, mos ngatrojnë. Kanë dhe atë vetëm. Po Getoari si banori i Kodrës Diellit, pra i Kodrës përballë jush, që është këtu domethënë. Aty do të bëj në një vend për ta më qef thesi, se ka komshin ca që të
Fikin. Dhe këto arë vizë shumë nga kodrat, e kam pa nga kodrat. Zot i madh. Kalem pak tek teksti tjetër. Muziku ç'a thotë? Shumë tus, shumë agenda, ose merra dorë tyne, ose me i bo klienta. Hej babo, kret po na thirrin El Chapo, kena Pako, prej Kosove deri në Monaco. Këto për shembull pas kanë rrjet. Nëse e shikon. Këto e kanë të deklaruar me thotë nga Monaco. Pse duhet me u bë El Chapo e herë? Ne kena tonët. Po, e vërtet është. Me kena tonë, pëse duhet me bërë qapo, ke quna tonë, Po. nga Lumi Vlorës, nga Dugagjini, Ti gati vlla, po ç'ke i natë me tjetrin kot? Ka që ishin tekstet? Okej, këto mendojnë që duhet marrë një investigim. Pyetjet e publikut, të cilat duhet ishin pyetjet e publikut janë një pert. Amona Olzo, do e pyesësh, më ka humb një mace gri, po me kokë të bardha, ma gjet dot. Ky ka pa filmin e ati miku tat. Falcon. Falcon, ka pa filmin Falcon. Sh. Luisi ishte një. Tjetri, komenti tjetër. Pyet e pak se duhet ta di ky ku e ble mallin. Qyqja. Mallin nuk e kanë specifikuar për llojin e mallit. Se kanë cilësu. Se mos e ka për xhaketë ose këmish. Jo. Papione është. Shiko, ne blem shumë mall si kompani. Por e blem për të mirat e emisionit. Për këto. Jo, një nga metodat kryesore të pastrimit parave sot është clearingu. Po këtë kemi bërë dhe ne. Ashtu. Prandaj tash mos më çik kot. Jo, këtë kemi bërë dhe ne. E di me o tani jemi të vjetër në këtë punë. Pyete një çik ku e ka bler enciklopedinë e krimit se më duhet një kopje. Jam duke menduar, e thotë do ta bëj shumë shpejt. Do të ketë një enciklopedi të re sa e Tëndën? Pa ka dalë jashtë qarkullimit e vjetra. Kështu që ato të vjetra kemi një enciklopedi nga Artan Hoxha. Së shpejti, madje Artan, për zgjedhjet e fundit një mendim mund dua të shkurtër, për zgjedhjet e fundit, kush mendon që do fitoj? Nxorë gjithë ato pyetje ti mos patë i pyetët hajrit më burr. I kanë zgjedhur to gazetarët e presi pjesën. Për X-in, për Y-in, për po vllai nuk i përmend. Çunat e Ekuatorit, Kolumbisë, të Meksikës. Që to bën straf kun Allah. Republikës Dominikane, se jemi vendosur, kemi pushtuar një shtet tjetër. Aktualisht ne duam të vazhdojmë emisionin edhe pas kësaj. Nuk duam që kjo intervistë jetë fundi i këtij episodi. A do më bëj famshëm ti? Fama kështu vjen apo? Ti do të grabisësh nga fama ti tjetrit. Do të vi. Shiko fama, kam qef të famën, kështu që është normale, pa rrisje, pa rrisje. Ti mund fare mirë, nesër mund të jetë Art Veliu, drejtori i përgjithshëm policisë, duke lexuar komunikatën. Mbrëm në darkë, u rrëmbye aktori mirënjohur Olsi Bylyku. Unë thash këtë. I përfshirë me kartelin e fushkrujës. Këtë, ku e gjete? Dhe këto ishin pyetjet e publikut për Artanin. Do doja vetëm një mendim të shkurtër mbi zgjedhjet që mendojnë që do ndodhin me 25 prill. Atëherë po them një shumë. Unë kam votuar për herë të fundit në vitin 1996, që shekullin e kaluar. 2 vjet para se të lindja. Kam fituar të drejtën e të votuarit që në 92-shin. Tash kam votuar në 96-ën dhe mbaj mend shumë mirë se kam votuar 7 herë brenda ditës. Dhe shkoja votoja dhe votoja me atë letërnjoftimin e vjetër, si se mba mend atë kohës. Enverit, ishe një me zamk, edhe kam votuar 7 herë dhe sa herë votoja vija unë gjitha aty te lokali ku rrinin pensionistët, të shikoni, votova edhe herë. Për herë të parë dhe të fundit në skrapar ka fituar Partia Demokratike, s'ka fituar më, dhe kandidat ishte Xhaxhai, një kolegu tonë, nuk e di një Sokol Bregu, e Top Channel, Luan Bregu ka pasaj, dhe kam votuar për këtë kandidat, për Luan Bregu, dhe që atëherë nuk kam votuar më. Sa herë ka zgjedhje, unë kam shkuar në himar dhe merrem me grekët se mos na bëjnë një gjë aty. Këtë radhë, për shkak të situatës që po kalon vendi, të një lloji ngërçi që ka edhe shoqëria shqiptare edhe ekonomia shqiptare, do shkoj të votoj. Do e shoh si detyrë. Herët e tjera se ka vrarë mendjen fare me votu. Madje një 2 herë kam shkuar deri te dera dhe jam kthyer ikmë. Je kthyer prapë. Kot që të votoj. Ishte ajo batuta e Stalinit, që populli voton, ne numërojmë.
Por këtë radhë kam mallë se dua dhe të shoh që mos kanë votuar dhe herët e tjera që s'kan votuar. se mund ta kanë hedhur vetë votën. Gjithsesi është një kuriozitet më vete. Ti do kishe dashur rotacion në Artan apo do kishe dashur të vazhdoj pushteti që është aktualisht? Unë jam për revolucion. Për ndryshim. Unë nuk dua ndryshim, unë dua siç janë ata sipër aty lart, që mos kemi prapë mas 4 vitësh të njëjtat alternativa siç kemi patur. Tani çdo 4 vjet vjen Rama Meta Basha, Basha Meta Rama, mund të kemi një mundësi tjetër që të provojmë. Ky vend ka një 4.000-5.000 vjet që është këtu i palvizur. Kanë kaluar perandori, e na kanë pushtuar, e jemi çliruar, e çfarë s'ka ndodhur në këtë vend dhe prapë ne kemi mbetur. Ja ku Shqipëria nuk ka rrota, nuk e çojmë dot as më poshtë, as më lart. Ky vend është këtu. Dhe unë në fakt do doja alternativa të tjera për zgjedhjet e këtij viti, por për fat të keq ndodhemi në një situatë që nuk kemi shumë alternativa. Pra, o duhet të zgjedhim Ramën, o Bashën me Monikën, se kështu është kombinimi, po ti mund të votosh Monikën te opozita, po mund ta shikosh Monikën LSI-n që bëhet me PS-n dhe vazhdon pushtetin, por ndërkohë ti mund votosh Bashën dhe çuditërisht mund të jetë një rezultat që detyron Bashën të bëjë qeveri me Ramën, prandaj është pak e pakuptimshme situata. Megjithatë personalisht mendoj që favoriti i zgjedhjeve mbas 8 vjetësh është opozita. Dhe në fakt votimet nuk do të jenë për mua, votime do votohet PS-ja, e cila në fakt e ka humbur kuptimin. Sot qeveria që është sot në pushtet nuk përfaqëson për mua Partinë Socialiste dhe socialistët. Ata që e kanë sjellë në pushtet, është një tjetër elitë, rilindje që i ka vënë emrin. Dhe personalisht mendoj që votimet do të shkojnë në një situatë si shkuan në 2013 apo në 2005. Pra, ku u është votuar pro ose kundër Nanos në 2005, pro ose kundër Berishës në 2013, ku është bërë rotacioni, dhe votimi këtë radhë do të jetë pro ose kundër Ramës, siç kanë në 2 herët e tjera. Edhe ti mendoj që të jenë pro Ramës? Shiko, në 2 herët e tjera ka ndodhur rotacioni. Rama po mundohet ta shnojë emrin në histori. Tani, kjo historia jonë po ka nevojë të hapet në një faqe e re, le të fitojë Rama ç'a ti bëjmë. Po unë mendoj që ne duhet vazhdojmë historinë që kemi pasur, kështu siç e kemi patur Rokopuj, por duhet të ketë elektorati shqiptar duhet të japi një zgjidhje tjetër. Kjo lloj zgjidhje kemi patur deri tani i ka shtëruar të gjitha burimet e veta dhe tani ndodhet në një situatë ngërçi. Unë në fakt prisja më shumë nga ju aktorë dhe këngëtarë, artistë në këta reperët atje, të ishin parlamentin e ri. Se di ky artisti që është atje urren, nuk ka natë, nuk ka marrë. Mendoj që asnjë artist nuk e ka fuqinë të bëjë atë që bëjnë politikanët. Artistët janë mësuar që të jenë vetëm për popullin, ndërsa politikanët kanë një metodë tjetër në lidhje me popullin, nuk janë për popullin. Shikoj, kështu që por gjithsesi, artist është ai që aktron për neve. Dhe sot më mirë se aktorët po aktrojnë politikanët. Për mua ata janë artistët e vërtetë. Ato janë ata janë artistët. Ju mundojeni të imitoni ata, po artistët e vërtetë në këtë vend janë politikanët. Ata janë aktorët më të mirë që ka këtu. Absolutisht. Gjithsesi, unë mendoj vetëm diçka që cilido qoftë njeriu që do të fitojë këtë zgjedhje, mendoj që duhet mendoj vetëm pak për Shqipërinë dhe mendoj që do të jetë shumë mirë Shqipëria nëse mendoj vetëm pak për Shqipërinë. Nga gjithë zgjedhjet që janë bërë gjatë gjithë kohës. Kjo është një gjë që nuk e vendosin dot ne, pavarësisht dëshirës, tash unë do të shkoj të votoj mbas fiks sa i bie. 25 vitesh do shkoj të votoj sepse mendoj që vota këtë radhë duhet. Nuk ka nevojë ta them për kë votoj, po bëhet fakti që votoj dhe unë bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të mos e humbin mundësinë që kanë këtë vit për të votuar, të shkojnë dhe të votojnë. Si del ai bilanci, pastaj është tjetër gjë. Por çdo shqiptar nuk duhet më ta shmangi këtë pjesën. Më mirë të shkoj të votoj, qoftë edhe duke shkuar atje dhe duke e abstenuar atë, po duhet të votoj. Absolutisht. Sepse deri tani kemi parë që edhe kur nuk shkojmë ne të votojnë, ata i kanë mbushur i njëjti rezultati. Absolutisht. Shiko, do të bëj vetëm një pyetje. Je fiksuar ndonjëherë me ndonjë gjë në Amerikë që ke dash të blesh diçka në Amerikë dhe nuk e ke bler dot? Ose je fiksuar me ndonjë makinë ose ku e diun me ndonjë produkt? Jam rehat me këto gjëra, edhe me makinën, me këto jam
Nuk është se... Ma dje një nga problemet që kam unë në shtëpi është me bashkëshorten, unë urrej këto markat, firmat, duket që e tepruara gjë. Por në Amerikë, në gjitha rastet që kam qenë në Amerikë, më fakt, herën e parë kishte shumë kuriozitet, pastaj raste tjera kam shkuar nga halli, më thonë trosh. Nuk është se më ka lënë ai kështu pa parë. Por janë fiksuar me diçka, pas kam pas mundësi, isha në Chicago për shembull. Çfarë mund blija unë në Chicago? Kisha shkuar nga Tirana dhe kisha rrogën 800.000 lekë të vjetra këtu. Rrogë lart. Po për kohën. S'është pak. Për kohën. S'është pak tan, mos e thy kështu sikur 800.000 lekë. Shiko, verën nuk e kapnin dot, por rakin. Feknim. Okej, tan për gjithë produktet që ti mund të kesh dëshirë që të marrësh, unë do të sugjeroj Buy to America. Është kompania lider e transportit ajror, gjithashtu dhe ujor. Nëse do të marrësh çdo lloj produkti qoftë do të cilë një Hammer, thotë. Absolutisht, edhe Hammer, edhe çfarë të dush ti, çfarë shikon në Amerikë, e porosit e Buy to America, mund ta klikosh direkt në Instagram. Për gjithë që po na ndiqni tani, Buy to America e klikoni direkt në Instagram. Zbarkimin ku e bëjnë, Tivara apo zbarkojnë Durrës? Ore, mjafto ta porosisni, e ke për 1 orë në Durrës. Gjithsesi, edhe kjo është një zgjidhje, informacion biznesi quhet. Shiqyr që janë, një duar trokitje. Artan, falenderoj shumë që ishe në intervistë në Rob with Olsi, ne të falenderojmë gjithë si staf. Ka qenë një nga intervistat që unë jam kënaqur më shumë personalisht. Nuk e di për të gjithë ndjekësit që po na ndjekin tani, por seriozisht je një vlerë e Shqipërisë që me kalimin e kohës, sepse ne jemi mësues si shqiptar që vlerën e atyre që kontribuojnë më shumë për vendin tonë ja japim pak më vonë, nuk ja japim momentalisht, por unë mendoj që ti e ke atë vlerë që do ta marrësh çdo moment nga shqiptarët. Faleminderit, më le pa tekst, mbetet të them vetëm më Rob, siç e ke titullin. Ti do artrogite për Artan Hoxhën. Ne do të shihemi të mërkurën që vjen në orën 21. Deri atëherë, faleminderit. Ja, burja, nuk bëhet ashtu se... U të shi u them zirni foton e të ftumit kër ishte kalamon, zorët foton time lagurishër, bur. Leja bur sot turp të shi. Kemi pak probleme teknike. Ndërkohë ju, shikoni pak, ka problem ky butoni subscribe. Shtypeni pak nëse del gri është në rregull. Okej, që e kanë rregull.